Pjesa e 13, përballë shtëpisë me figurina. 1. Yuri Andrejevic Zhivago ecte nëpër rrugën Kupeçeskaja. Në atë rrugë ishin shtëpitë më të larta dhe kishat më të mira të Jurjatinit. Në qoshën e rrugës u duk shtëpia e Bëhirit në të murme me figurina. Në muret me pllaka katërkëndshme nxinin gazetat me lajmet e fundit, dekretet qeveritare dhe vendimet e organeve lokale. Boja e freskët tregonte se ishin ngjitur pak më parë. Grupe jo të mëdha kalimtarësh ndalnin hapin, i lexonin të heshtur, pastaj secili largohej në punë të vet. Pas kohës së butë që bëri të shkrinin akujt, moti ktheu, u ndjen përsëri ngricat. Me afrimin e pranverës dita po rritej, mbrëmja lëshoi më ngadalë se ndimër. Zhivagon ky buzmbrëmje e mbushte me emocione të forta, të veçanta. E çonte diku larg, po dhe e tremte, detronte t'i bënte syt katër. Nga qyteti nuk kishte shumë që ishin larguar të bardhët. Binin sy qetësia dhe heshtja pazakont, nuk dëgjoheshin më këmbime zjarri, nuk kishte gjakderdhje dhe terror. Të gjithë u habitën, të bardhët u larguan pa u ndjerë, u duk sikur e dorëzuan qytetin me vullnetin e tyre. E vërtet ishte, po ja që shumë kush nuk ishte çliruar nga makthi i këtij fundimri, i mbante syt hapur dhe veshët bik, prisnin çdo të ndodhte me afrimin e pranverës. Në vendin e lejuar për afishe lexoje, njoftim libresat e punës për qytetarët që janë në marrëdhënie pune, do të gjenin zyrat e Këshillit të Jurjatinit, 50 rubla copa. Mos pajisja me libresë dhe falsifikimi i saj dënohet me rreptësinë e kohës së luftës. Në numrin 86 të gazetës lokale do të gjeni udhëzime të sakta, edhe në zyrat e Këshillit mund të njiheni me to. Në njoftimin tjetër jepeshin sqarime për rezervat e bollshme ushqimore, thuajse alarmi vinte nga që burgjezia i fshihte për të ngjallur panik. Njoftimi mbyllej me fjalët: personat që vërtetohen me rezerva ushqimore të fshehura do të pushkatohen në vend. Në njoftimin e tretë thuhej: për të vënë rregull në shpërndarjen e ushqimeve popullatës, janë ngritur grupe të posaçme, të interesuarit të drejtohen në zyrat e Këshillit të Jurjatinit. Ushtarakët paralajmëroheshin: kush se ka dorëzuar armën personale dhe mban pa leje, dënohet në bazë të ligjit të kohës së luftës. Lejet e armëmbajtjes merren me zyrat përkatëse të Këshillit të Jurjatinit. 2. Grupit atyre që lexonin njoftimet, ju afruaj një mesobur i dobësuar që s'kishte ku të vinte më. I palar që e bënte të dukej korrozi, i çakërryer dhe i kreshpëruar nga vojtja, me çantë ushtari në shpinta me shkop në dorë. Në flokët e pakrijor prej kohe nuk kishte thinja, kurse mjekra bëj gështenj, e mbajtur keq kish filluar t'i thinjej. Me sa duket qyrkun ja kishin grabitur rrugës, ose e kishte shitur për nevoja për ushqime. Ishte në xhaketën e fërkuar me mëngët shkurtra që tregonte se nuk e kishte të veten dhe nuk e ngrohte. Në çantë kishte mbetur një krodh bukë thatë, ja kishin dhënë në fshatin e fundit ku kishte kaluar një orë më parë, që andej me zi e sollën këmbët e dobësuara. Sikur të binte aty ku ishte nga pafuqia, do t'i puthte atë gur, nga që nuk kishte shpresuar se do t'i shihte. Do të bënte si do të bënte, e do të ngërihej për të shkuar atje, për ku ishte nisur të shkonte. Pjesën më të madhe të asaj rruge të pambarim doktori e bëri duke ecur përballë linjës së korridorit braktisur, pa lëvizje, të mbuluar me dëbor. I dolën përpara trena mallrash dhe udhëtarësh të përdorur nga bjellogardistët, por të braktisur pas disfatës së përgjithshme të Kolçakut. Dhe nuk ishin pak. Shorbenin strej për bandat e armatosura që grabitnin udhëtarët dhe banorët. Por edhe për të dënuarit për krime, për të dënuarit politik të mbetur rrugëve pas aratisjes nga burgjet. Ishin kthyer në varreza për ata që kishin vdekur nga acari dhe nga tifoja mori të kuq. Epidemia kishte kositur fshatra të tërë të atyre vendeve të largëta. Ishte koha kur për ligjej katërcipërisht thënia, njeriu për njeriun është ujk. Një udhëtar me të parë një udhëtar tjetër, komente rrugë, po të gjendeshin ballë për ballë, njëri do ta vriste tjetrin për të mos mbetur vetë i vrarë. Flitej deri për raste kanibalizmi. Nuk vepronin ligjet njerëzore të qytetërimit, ishte në fuqi kafshëria. Yuri Andrejevic u shmangej takimeve, me të parë në një hije njeriu, i bëhej se ishte nga të kampit partizan, thuaj se gjithmonë gaboi, po ja që njëherë ju duk se njeriu që po shite, ishte nga të kampit. Një djalë i mbledhur me rrobat holla doli që pra papirgut dërborës, si bëri nevojën, nxitoi të fshihej përsëri. Doktori pat mbuluar me dëbor një vagon pasagjerësh. E njohu djalkën, ishte nga vëllezërit e pyllit, quhej Terenti Galluzini, djali që skuadra e pushkatimit e pandeu të vrarë.
Në të vërtet, plaga nuk qëlloi vdekjeprurse. Si qëndroi një kohë pa ndjenja, kishte ardhur në vete, ishte fshehur në pyll, ishte shëruar, tani me emër tjetër shkonte në shtëpi. Trenat e braktisur të mbuluar me dëbor dukeshin si jo toksor, kurse natyra vazhdonte të qëndronte besnike historisë. I paraqitej syrit e tillë, siç e paraqesin në pikturat moderne piktorët e sotëm. Hapësira e bardhë që shkonte deri në largësi të thellë, ndërpritej dendur nga majat e zeza të mështeknave. Ndryshonte puna me pamjen që po I hapej syrit të doktorit në kthesën e rrugës Kupeçeskaja te shtëpia me figurina. Rrugët çatito borët gardishtet po çliroheshin nga bardhësia e dëborës së ngrirë dhe po dilten ngjyra atyre vërtet. Nën dëborën e lagësht rrjedhnin çurqe ujë të zi. Doktori ju ofrua murit të shtëpisë me njoftimet e afishuara, por syt I shkuan te qoshja përkundrull, te dritaret e katit të dytë. Dikur ato dritare ishin të lyera me gëlqere, tani gëlqerja ishte lar, xhamet ishin të tejdukshme. Çdonte të thoshte një ndryshim I tillë? Mos ishin kthyer të zotët e shtëpisë, apo mos Lara ishte larguar dhe në shtëpi banonin të tjerë? Kjo që pa e tronditi. Nuk po I përmbante dot emocionet. Kaloi matan rrugës, ju drejtua hyrjes kryesore të shtëpisë, hyri në korridorin e gjerë të katit të parë, zurit ngjiste shkallët metalike aq shumë të shtrenjtë për zemrën e tij. Jo njëherë I kishte kujtuar në kamp këtë shkallë, këto parmak të zbukuruar, këto shkallina përgjise. Ndali në kthesën e shkallës, pa poshtë, nën këmbët I zon sy kovat vjetra, legena, govata, karrige të thyera. Si atëherë, asgjë nuk kishte ndryshuar. E falenderoi me shpirt shkallën që I kishte ndonjëherë besnike të kaluarës. I kujtoi që në shtalkun e derës kishte buton cileje, tani ishte I prishur. U bë gati të orkiste, por pa që dera ishte mbyllur, jo si atëherë, kishte drynë të rëndë që varej në një rrezë të madhe. Më përpara nuk lejoheshin shëmtime të tilla. Dyert kishin brava që hapeshin dhe mbylleshin me kyç. Po të prisheshin, vinin marangozët të ndriqnin. Voglim vërtet, por ja që fliste shumë. Tregonte se e keqja ishte bërë zonjë e vendit. Doktori ishte mos e I sigurt që Lara me Katenkën nuk gjendeshin në shtëpi. Ndoshta as në Jurjatin, ku I dihet, mund të mos ishin as në botë. E kishte para përgatitur veten për gjëma të çdo lloji, vetëm të mos I mbetej pend që erdhi u largua pa parë vendin ku linin kyçin të zotët të shtëpisë. Në gropën e murit ku ishte trembur aq shumë Katenka atëherë, kur futi dorën për të marrë çelsin dhe preku miun e strukur brenda. Ju afrua, e pa që ishte e zënë me tull, e hoqi tullën, futi dorën. O çudi, dora I preku kyçin bashkë me një pusullk. Me tonë dorë ju afrua dritares. E hapi pusullën. O Perëndi, pusulla I drejtoi atij. E lexoi me një frym. O Zot, çlumtëri, thonë se je gjallë. Të panë në rrethinat e qytetit, erdhën e ma thanë, duke menduar se puna e parë që do të bësh do të shkosh në Varikino, po nisemi bashkë me Katjen për te ti. Për çdo rast, kyçin po e lën vendin e zakonshëm. Në vjen më përpara, me prit sa të kthehem, mos u largo. Nuk je në dieni të sëres, banoj në dhomat që shohin nga rruga. Dhomat u bushatisen, një pjesë e mobiljeve të zotërve u shitën. Të kam lënë disa kokra patate të zjera, haji. Mika paku në kusis kam vënë hekurin, më kam mbetur zakon nga mijt, po çmendem nga gëzimi. Këtu mbaronte faqja e parë. Doktori nuk e vuri re që fleta ishte shkruar edhe në faqen tjetër. E afroi atë letër të buzët, pa e parë, e palosi, e futi në xhep. Me gëzimin për të çmenduri, ju përzjej një dhëmje të tmerrshme therse, tha me vete. Meqenëse se qen ka nisur pa pikën e ngurrimit për në Varikino, domethënë familja nuk është aty. Përveç frikës përvluese, ndjeu në zemër dhe një sëmbim pikëllimi, që të vetët tërë këtë kohë nuk ishin bërë as përpjekjen më të vogël për të marrë vesh ku ndodhej dhe si e kishte punën. Kishin heshtur si të mos ekzistonte, por nuk ishte kohë për t'i menduar të gjitha gjëra gjatë, po errej, duheshin bërë disa punë që nuk prisnin. Duhet një me njoftimet, me dekretet, me urdhresat. Zbëj shaka, nga mosnjohja e peguoje me jetën, nga padia mund të shkelje në një rregull të kohës së luftës. Pa e hapur derën e apartamentit, pa e hequr çantën nga shpina, zbriti shkallët, doli në rrugë, ju afrua murit me afishe. 3. U hodhe një sy, lexoi.
Ligji për konfiskimin e pasurisë të kamurve, kontrolli punëtor, komitetet e fabrikave dhe të uzinave. Lexoj përëndin e ri, të thonat përsëriteshin. Juri Andrejeviçit po i merreshin mend. Lexoj edhe disa shkrime tjera, pyeti veten. Njëherë një kohë me më gjep si gjua për herë dekreteve të para, atëherë në Moskë, pse të rjetën me dekrete do të bukosemi? Pse nuk do të ketë më gjërsi dhe plotësi shikimet botës? I shkuan sytë të një njoftim urdhërese. Të dhënat që lidhen me urinë flasin për pasivitet të organeve vendore. Rastësh përdorimesh ka shumë. Spekullimet janë të përbindshme. Atëherë pse qëndrojnë duar kryq këshillat dhe komitetet e punëtorëve? Po sumoren masa drastike ndaj spekulantëve, deri në pushkatimin e keqbërësve, nuk do të ketë shpëtim nga uria. Çfarë verbërie, mendoi doktori. Si u lufto ka uria kur 4 vjet që s'mbillet asgjë? Për ç'të pasur, për ç'spekulant është fjala kur ja zgjesuan që në dekretet e para? Për ç'fshatar dhe fshatra mund të bëhet fjalë kur këta nuk ekzistojnë? Sa shpejt harruan që vetë nuk lanë gur mi gur? Ç'njerëz duhet jenë ata që nuk pushojnë së deklaruari me mledh për gjëra që nuk ekzistojnë prej kohësh? Ku i kanë syt? Si nuk e shohin ç'ngjet? Doktorit jo morën mend. Rapa ndjenja në trotuar. U përmend kur shkuan për të ngritur. Ata e pyetën ku donte të shkonte që ta çonin. I falenderoi, por ndihmën nuk e pranoi. U tha se do të shkonte te shtëpia në anën tjetër të rrugës. 4. I ngjiti përsëri shkallët. Hapi derën e larës. Korridori dhe shkallët ishin një lloj të ndryshuar si në ardhin e parë. E gëzoi kjo zjatje drite. Hapja e derës u shqyrua me zhurmë po terën dhoma. Varponin minte të rëmbur. U dëgjuan zhurma pjatash, kusish, plaçkurinash, përplasje pas dyshemes, mint shpejtonin në kërkim të vrimave ku të futeshin. Doktori ndjop shtjerosje të padurueshme dhe likështim në shpirt. I vinte plasje që ishte i pafuqishëm bënte diçka për asgjësimin e këtyre ndërsierave. Masa e parë që mori, u sistemua për të fjetur në dhomën që u duk me dyer dhe dritaret po thitura mirë. Si e zgjodhi, e hetoi mirë vendin. I zuri me copa xhami dhe hekuri vendet nga ku mund të hynin mijt. Pastaj shkoi të shihte apartamentin, dhomat që i njihte mirë. Pa nga dritaret që dilnin në rrugë. Përballë tyre dukej shtëpia me figurina. Me shpinën të kthyer nga dritaret ku qëndronte doktori, grupe njerëzish vazhdonin të lexonin njoftimet dhe dekretet. Dhoma ishte ndryshuar një lloj si rruga, por i dukej se ishte vazhdim i rrugës, vetëm se në dhomën e gjumit larës ishte pak më ftohtë se në rrugë. Tek çapiti me shkopin dorë dhe me çantën e ushtarit prapashpine për të shtëpia e larës, Juri Andrejeviçi kishte ndier një këputje të përgjithshme. E mori për shenjë të fillimit të sëmundjes dhe kjo e trembi. Tani po ja ngëzllente shpirtin këndryshim i bollshëm, i përgjithshëm, ajri i pastër si i rrugës, po ja lehtësonte frymarrjen. Ndjeu si u largua frika nga sëmundja. Fresko pranveror, dita pranverore, kthjellimi pranveror, po i dukeshin shenja jete. Bulza shprehse për një jetë tjetër. Ndjeu se po i mbushej shpirti me besimin për një jetë më të mirë. I thoshte vetes se do t'i gjente patjetër të vetët. Do t'a shtronte si dinte dhe si donte jetën. Gëzimi i takimit afërt me Larën ishte vërtetimi më i mirë i kësaj shpresë. Lodhja dhe ankthi, meraku dhe emocionet u këmbyen me një energji përtritse, me një gjendje eksitimi të përgjithshëm. Po pikërisht ky gjallërim ishte simptoma më e qartë e afrimit të sëmundjes. Ishte treguesi më i saktë i saj. Juri Andrejeviçin s'po e mbante vendi. Duhej të dilte për të plotësuar disa nevoje të ngutshme. Përpara se të vinte këtu, kishte bërë mendje të qethej dhe të hiqte mjekër në mustaqet. Ecte dhe shihte mos gjente hapur në një berber. Vuri re se ose ishin mbyllur, ose ishin kthyer në dyqane. As brisk për të rruar nuk gjeti, po dhe gëshorët bënin punë. Lara me siguri kishte. Ashtu ish përqendruar, me duart që i dridheshin, kërkoi në sirtar të komos, po nuk i gjeti. Ju kujtua se në rrugën Malaja Spaskaja dikur kishte një robaqepsi. Tha me vete se po të vazhdonte të punonte dhe po të arrinte para orarit të mbylljes, mund të huante një palë gërshër. Doli përsëri në rrugë. 5. Kujtesa nuk e gënjeu. Punishte e robaqepsisë ndodhej aty ku kishte qenë, ishte e hapur. Në dhomën ku s'kishte nga rrotulloheshe, punonin vajza të reja dhe gra, me sa dukej për të fituar të drejtën e libresës së punës. E kishte lexuar njoftimin, pajisja me libres ishte me rëndësi jetike.
qepnin pantallona burrash të veshura me pambuk, xhakavendë ushtarake, qylqe dhe gëzhupe si ata që Juri Andrejeviçi kishte parë në shetën partizane, me pamje të çuditshme për i lëkure Laragana qeni. Vuri re se lëvizjet e rrobaqepseve ishin të ngathta. Dukej që se kishin zanat, me zor e fusnin nën gjelbërën e makinës copën e trash. Juri Andrejeviçi trokliti në xham, u bëri shenja që ta linin të hynte, po me shenja dhanë të kuptonte se nuk pranonin porosi nga persona privat. Juri Andrejeviçi nuk u nda, u apërsriti kërkesën, i dhanë të kuptonte se ishin zona deri në ngryk me punë s'kishin kohë të merreshin me kalimtarët. Me lëvizje gishtash u dha të kuptonin se i nevojiteshin gërshërët. E kuptuan, por e morën për njëri të ngeshëm që kërkonte tallej, kurse ato s'ja kishin ngen. Me atë pamje komiti, me ato rrobe zhelani, me pamjen e një drobitur i kock kelkur, po dhe me sjelljen e çuditshme, i la përshtypjen e të smurit psiqik. Gratë zunë qeshnin e të zgordhiheshin, t'i bënin shenja me duar që t'largohej. Juri Andrejeviçi u largua nga dritarja, por nuk iku. Hyri në oborrin e shtëpisë, e gjeti derën e prapme, u fut në rrobaqepsi. 6. U gjet mboll përballë me një grua të shkuar në moshë, të vrenjtur dhe serioze, me pamje të menduar, të veshur me të zeza. Me sa dukej ishte përgjegjësia e ponishtes. E ç'na u qepët, mor shok? Nuk e shihni që kemi punë? Ç'kërkoni? Flisni shpejt se nuk kam kohë. Më duhet një palë gërshor sa të pres pak mjekën dhe të qeth flokët, dhe ju a kthej bashkë me falënderimin. Në sytë e përgjegjëses u duk habia dhe mosbesimi. Duke i sheshit që po e pandehte për të luajtur këtë panjor, kam ardhur që larg, desha të qethem pak. Kërkova mos jeja ndonjë berber, por në këtë qytet nuk ka asnjë të hapur. Thash qethem vetë, por nuk kam gërshor. Me huani ju lutem, për pak kohë. E po mirë, po jo qeth unë atëherë, vetëm një gjë, në e bëni për të maskuar, për të humbur gjurmë nisur nga arsye politike, në fshihni ndonjë djellëzi, do të më përgjigjeni me kokë. Gjeni vend të futeni pastaj. Do të njoftojmë aty ku duhet, s'kemi pse riskojmë jetën për qefin e cafe si ju, e tillë kohë ka ardhur. Më falni, po pse gjithë ky dyshim? Gruaja moshuar e la të hynte. E futi në një dhomë anësore të vogël si ndonjë biruc. Pas një minute, doktori rrinte ulur në karrige si te berberi, i mshtjell me çarçafin e lidhur fort pas qafës. Përgjegjësia shkoi të merrte gërshërët dhe kërërin, solli dhe një briskroje. Doktori u habit kur e pa, nga ju gjend. E ç'nuk kam provuar në jetë, mor shok, i tha tek vuri e ri sa shumë habit doktori, kur pa që solli gjithë ç'duhej për të qethur e rruar një njeri. Edhe berbere kam punuar. Në luftën që mbaroi shkova infermiere. Aty mësova të qethe të ruaj. Mjekër në fillim do ta pres me gërshër, pastaj do ta ruaj. Flokët ju lutem të më qethni shkurt. Si doni, që në keni njeri me shkollë, shtireni i paditur. Pse as kaq nuk e ditkeni që berberët sot e kanë pushim? Zhbret ju zë që nuk e di. E pse u dashka të shtiren? Ju thash vi që larg. Mos luani se mund të priteni. Thoni se që në keni ardhur. Po me se ardhët? Me këmbët që më ka falur Zoti. Në rrugë ecët. Një pjesë të rrugës e bëra në rrugë, pjesën tjetër ndoqja linjën hekurudhore. Sa trenat mbuluar nga dëbora kanë parë këtë sy, edhe vagonat klasit parë kishte. Durim edhe pak dhe mbarova me flokët. Ta heqim edhe këtë pjesën këtu dhe me shëndet. U kthyer në shtëpi? E shtëpi zeza. Jam inspektor siguracione shtetërore. Më dërguan për inspektim. Ngeca në Siberin lindore. Trena po s'kishte, çava në këmbë. Një muaj e gjysmë rrugë kam bërë, ç'më kanë parë syt, nuk më mjafton një jetë për ta treguar. Edhe mos i tregoni kujt se ç'pati ç'dëgjuat. Do t'ju mësoj unë si të bëni. Tani prisni pak. Nxirreni dorën që poshtë çarçafit, bajini pasqyrën. Ha, si ju duket? Po sikur të më shkurtoni edhe pak. Nuk do të dukeni mirë. Ju thashtë mos i tregoni kujt ç'pati ç'dëgjuat. Erdhi një kohë që heshtja është flori. Do gjeni belan ndryshe. Thoni më mirë si jeni doktor apo mësues, mjekër një aqetha, tani erdhi ralla të ruajturit. Më parë duhet shkumzuar, 10 vjet më i ri do të dukeni, po shkoj ta ngroh pak ujin. Kush tjetë kjo grua? Pyeti veten Zhivagoja, kur rrobaqepsja doli. Se ç'kam një parandjenjë që duhet jetë e njohur. Sikur e kam dëgjuar këtë zë, kush tjetë vallë. Gruaja u kthye, tani do t'ju ruaj, kështu, domethënë, më e mira të mirave është heshni. As kujt mos i thoni gjë, se goja të shpëton, llap edhe atë që nuk duhet. Një të vërtet të madhe po ja them. Fjala është argjend, heshtja është flori. Pat e ç'nuk pat, dëgjuhet e ç'nuk dëgjuhet, kyç gojen. Ha,
Mirë po na shkon të ruajturit. Brisku ma gric pak fytyrën. E di, nuk është brisk për të qenë. Edhe pak durim, tani mbarojmë shpirto. Pagërvishje s'bëhet. Lëkura s'ka parë brisk prej kohësh. Qimjet është forcuar. Edhe ne këtu nuk hoqim pak. Atamanët nuk bën. Kusari, vrasja, rrëmbime. I ndiqnin njerëzit si që ndjekin e gërsirat. Njëri nga ato satrapët, një që i humt vula që i humt, e që thoni ju, e mori natë rështerin. Dërgoj ushtarit i bënin prit të kurje në tyrë të qytetit. E qarmatosën, e shoqëruan për në komand, e që mi rudhos një ashtu ato të riqka, po ju përvlon lukura, e di më shpirt, po s'kam që të bëj, s'qem ka kokë, po dzan kë juaj, e shoqe që thoni ju vurikujen, e shoqe rështerit, kolja, e mban frymen drejt e të kipari tyre. Kështu e thot fjala, po vepra nuk qe, ti shkon drejt e të kipari, po kusht lët hysh. Një fqinje kësa e dinte nga hyej e si hyej, e qojti kryesori pa marrëvesh njeri. Ky po qëllej me zemër, i dhim se i tjetëri. General Galualini quhej. Nuk në gjante as pak me tjerët. Kohë vetgjytësie, kohë gjakderdhje, kohë e gërsie ishte. Po dhe drama gjeloze nuk ishte pak, si në romanet spanjolle. Për Laren po tregon Iran si doktorit, por për të mos ju hapur para pëlqeu të heshte, nuk e mbuloj me pyetje. Edhe shpreja që përdori si në romanet spanjolle se që kujton. Fjalë të thona krejt e pavëndjan, po ja që ti që kujtojnë. Ku e tanishme ndryshon kur e këput nga jo atë hershmja. Ka hetime, ka ndjekje, ka dhe pushkatime, pale pastaj spionime. Po ideja është tjetër, së pari, pushteti është dukuri e re, sua kanë marrë dorën punëve. Së dyti, rishtërën vëre fol drejt që janë për popullin këtë se mohon dot. Me këtë janë të fort, ja të marrim familjen time. Jemi 4 motra, të 4 punës. Zdo mend që nga bolshevikët do anosh. Njëra motër në ka vdekur, ishte martuar me një të politikës. Në sharrat të pranë, ishte kryepunëtor. I biri, i mnip, është i pari partizanëve, njeri me emër. Jetë e kush kokoleps lëmshe, tha me vete Juri Andrevici. Që nga tetoja liberit, punata e Mikulicinit. Roba qepsja një orë duar artë, nuk du t'i hapëm, s'dua ta marrë vesh kush jam. Ti mnip që në voglie ka të rejgjur populli, në mjedis punëtorësh o rrit. Keni dëgjuar për sharrat e Varikinos? Po unë kështu, sa budalla që jam. Gjysmën e mjekës ju arruajta, gjysmën tjetër jo. Më rëmbeu fjala. Kurse ju e vini re dhe nuk njeni. U tha dhe shkuma, po shkoj të ndroh pak ujë. Kur të nësova u kthye, Juri Andrevici e pyti. Po kjo, Varikinoja, mos është në një vend i humbur, si i shpëtoi Zoti nga mëngjyra? Nuk është larg që këtej, nuk i shpëtoi të keqes. Edhe ata atje ndonin ta dinin të zi të ullirit hoqën, më shumë se ne këtu. Në Varikino kaluan banda kriminelësh. Nuk u mor vesh të kujt ishin, të bardhëve apo të kuqve. Nuk e flisnin gjuhën tonë. I nxorrën njerëzit në shtëpit dhe i pushkatuan. Ikën pa thënë asnjë fjalë, i lanë të vrarë të shtrirë në të borë dhe u larguan. Këtë dimër ndodhi, po si s'po rrodhoseni për paksa supreva gryken. Më thatë se kunati banonte në Varikino. Si e dhatë e pas kanë shkuar në plumb, jo qëne, e ruajti Zoti. Bashkë me të shoqen mundën të iknin, me këtë të dytën gruan e re. Ku janë tani askush se di, po për të shpëtuar shpëtuan. Në Varikino erdhën disa nga Moska, por edhe ata i shpëtoi Zoti. Përpara asaj Kasepane, i thirrën në Moskë. I madhi i shtëpisë ishte profesor për punë bujqësie, thanë se e thirrë qeveria. Përmes Jurjatinit kaluan, përpara se të vinin për herë të dytë të bardhët. U kthyen po pakur e familjarin. Ishte doktor, humbi pa lënë gjurmë, thanë. Po ç'të më thanë pa lënë gjurmë, u bë sakon thuhet për të mos vënë kujen të afërmit. Me siguri e kanë vrarë, ku se kërkuan, s'lan vend pa e kërkuar përse jetën. Kujdes dhe, po të rrodhoseni kështu kur tjetri ju heq brisk ka rrezik të pritin edhe jo pak. Kërkokeni ca si shumë nga berberi. Do më thënë që janë kanë në Moskë. 7. Në Moskë. Ja fjalët që i honin shpirt tek ngjiste për herë të tretë shkallët Bergise. Apartamenti e bosh e priti me po ata zhurma piskama. Me po ata varpime minç, rënje e në zhguzhine, po e mbyste pështirosja dhe neveria. E dinte që nuk do të mbyllte dot sy, ndonë se ishte shumë i lodhur. I tha vetes se duheshin zënë vrimat në domën e gjumit, për fat mirë doli që nuk ishin shumë. Vënd rasat ishin të zhvendosura,
I mbushi me copa xhami, I rasi fort, antën prekta I la për jashta. Dera e dhomës puthit I mirë për ky që nuk punonte. Brava ishte e prishur, palosi një fije letre e ngjeshi me forcë derën. Në kuzhinë kishte llampë mbuluar të mbushur për gjysmë me vajguri, pa edhe kutinë e shkrepsës me rreth 10 kunja brenda. Duheshin kursyer. Në dhomën e gjumit kishte kandil me vaj, por vaj nuk kishte. Me siguri do ta kishin pirë minjt. Duhej shpejtuar para nata. Brenda një ore gjithçka I kishte bërë gati. Në qoshën e dhomës ishte një sopë me pllaka majolike me zbukurime. Në kuzhinë kishte dru. Juri Andreviçi, ku turisi t'ia grabiste të zonjës së shtëpisë një krah dru, e çoi në dhomën e gjumit, e hapi deriçkën e sopës, e kontrolloi në ishte apo jo në gjendje pune. Tek fuste drut në sopë, syti I shkuan te vula me gërmat K dhe D. Drut ishin marrë te krygerët. Juri Andreviçi shtangu. Ato dru mund t'ja sillte vetëm Samdevjatovi, pra Lara njihej me të. E dinte sa zëmërgjër tregoi me të gjithë. Familjen e doktorit E kishte ndihmuar pa u kursyer. E kishte furnizuar me sënë nga më të domosdoshmet. Zbulimi I ra thik në zemër. Kurdoherë kishte ndjer një si rëndim nga ndihma e atij njeriu. Tani ndjeu si u forcua ajo ndjesi rëndese, zorse e bënte pa përfitim. Doktori ndërmende sjelljen e shpenguar të lirshme të Samdevjatovit, por edhe ngutjen e ngahershme të sjelljen e Larës që I shmangej familjarizimit me tjerët. Sido që t'ishte, po I dukej se ndërmjet tyre diçkishte, e pamundur të mos kishte gjë. Zjarri morri menjëherë, drut ishin nga më të mirat. Bashkë me të undes me flak të ashpër xhelozia e verbër në shpirtin e Juri Andreviçit, që nisi me hamendje të vogla, por dorë a dorës, xhelozia zurit fryej e t'ia pushtoi tërë qenjen. Edhe pakët zemrën e kishte të vrarë, si ishin të pakta ato që kishte hequr, dhe meraku I tanishëm për të afërmit nuk ishte I vogël, po ja që njëra dhëmbje e shtynte tjetrën. Mendimet, ashtu vetju, pa më të voglin sforcim, krejt pa vedije, I kërcenin nga një shqetësim tjetrën. Pa e kuptuar si xhelozia që I shkrepi aq papritur ju fashit. Në plan të parë I doli shqetësimi për tit. E pra që keni mos të dashurit e mi, tha me vete. Ju duk se të nëcove e kishte siguruar që kishin mbritur aty shëndoshe mirë. Domethënë pa mua e pas keni përsëritur atë rrugë aq të gjatë e të mbushur me aq shumë rreziqe. E si ja pas keni dalë mban, po shërbimi I Aleksandar Aleksandroviçit ish natyre të ketë qenë. Me siguri do ta kenë thirrur për të vazhduar leksionet në shkollën e lartë. Po shtëpinë, si do ta kenë gjetur? E për shtëpi mund të bëhet fjalë. A thuhet të mbahet në këmbënde? A sa dëmshme janë gjitha këto. Më mirë ta largoj mendjen, të mos mendoj. Po më vjen vërdall koka. Ç'është kjo kështu Tanja? Po më duket se do se të shtratin. Ç'do të bëhet me mua dhe me të gjithë ju? Tanja, Tanjeçka, Sashenjka, Aleksandar Aleksandroviç. E ç'është kjo kështu që vetëm jeta e bën? Me largon nga ju, me dektis diku më janë. Po dita e pëshkimit nuk është e largët, do të mblidhemi përsërit në një ditë. Në udasht, në këmbë do të nisemi do të vite ju. Do të shihemi, gjithçka do të rregullohet. Do rrojmë ashtu si duam. Kështu apo jo? Po pse tërkohës harroj që Tanja ka lindur fëmijë? S'është hera e parë që ndodh. Djalë apo vajzë? Si I kaloi lindja pa mua? Rruga për në Moskë I paska sjell në Jurjatin? Lara vërtet nuk njihet me ta. Po ja, Rroba Qepsja, njëri krejt I huaj, ishte në dieni të fatit tyre. Kurse Lara nuk më shkruan asnjë fjalë për ta në letrën e lënë te kyçi. Ç'do jetë kjo mungesë e habitshme vëmendje? Gjanë si mungesë dëshira të merret me fatin e njerëzve të familjes sime. Është po aq e pashpjegueshme sa dhe mbajtja në fshehtësi e marrëdhënieve me Samdevjatovin. Juri Andreviçi I hodhi një sy dhomës. Shkonte me shpresën të zbulonte ndonjë shenjë të dyshimeve vetveta, por orë ditë nuk ishin pronë e Larës. Ambienti ruajsin kohën kur banonin zot të shtëpisë. Asgjë nuk dëshmonte për ndryshimet të shijes së Larës. E prapse prap, se si po I dukej vetja. S'po ndjej mirë në këtë mjedis, po I vinte likisht përpara gjithë atyre burrave e grave që e shihnin nga fotografitë e smadhura që vareshin mure. Ndjeu ftohtësi, po dhe armiqësi, atij kështu ju duk, nga mobilet e huaja. Ishte në ciklet që ndodhin këtë dhomë gjumit huaj. Qëndroi I menduar në mesin e saj dhe tha me vete. I trash jam treguar tërë këtë kohë, që se kam hequr nga mendja këtë dhomë që në përftyrimin tim lidhet me Larën.
Sa shumë qesharake duhet i duket një të paanshme kjo që kam përjetuar dhe vazhdoj edhe të përjetoj. Pse kështu sillet njeriu serioz? Kështu i shprekan ndjenjat njerëzit me mend kokë. Apo i shprehen si sa më devjatovi, bukuroshi praktik. Po Lara, pse u dashkat para pëlqej një tillë si ai, pa kur farë karakterit errët, që e shpreh adhurimin me ca migullime efemere në mënyra s'pak reale. E që i duhet një belbacak si ai? A është vallë për Larën i shtrenjtë, sa që është ajo për të? Po në të vërtetë, ç'është ajo për të? Përgjigjen e kësaj doktori e kishte kurdoherë gati. Ja mbrëmja pranverore kishte rënë në borë. Dëgjoheshin zëra fëmijësh luanin të ndodhur në largësi të ndryshme, si donin të vërtetonin që hapësira gjithandaj ishte e gjallë. Ajo largësi është Rusia që nuk krahasohet me asgjë. Emri i saj dëgjohet për te deteve. Është vendlinja e tij e shjuar, e munduar, kokëngjeshur, rrumujaxhesh, çamarroke, e hyjnizuar me befasit nga hershme, sa të madhërishme, aq edhe vdekje prurse, që nuk parashikohen dot kurrë. O sa mirë është të rosh, sa mirë është të jetosh në botë dhe ta duash jetën. Sa shumë ta do shpirti ti thuash të faleminderit kësaj jete, ekzistencës, t'ja thuash ballas, drejtën në fytyrë. E pra, kjo është Lara. Me atë që sapo përmendi, me Rusinë e dashur, nuk mund të fliste, kurse me Larën, po. Ajo e përfaqëson, e shpreh, është veshji dhe syri atyre që sapo përmendi. Një dhunti të tillë ajo ka dhurat nga nëna Rusi. Nuk ishin të vërteta 1000 herë, nuk ishin të vërteta ato që sapo shkojnë në mendje në këtë dhomë, në to çaste dyshime dhe mëdyshje. Sa e persosur, sa e paqortueshme është gjithçka që thot dhe bën ajo. Gjithçka që lidhet me të. Lotët e adhurimit dhe të pendimit ju mbushën syt. Hapi derëzën e copës, rrëmoi zjarrin me mash, prushin e shtyur në bërtësi, kurse druti i padjegur e i afroi për të ndezur më mirë. E mbajti një kohë hapur derëzën, po e kënaqte ky lodrim ngrohtësie në pëllëmbe në faqe. Flakrime që dilte nga soba, ja davariti mendimet e zymta e bëri esëll. Sa shumë po e ndjente mungesën e saj, sa shumë nevojë kishte për praninë e saj në këtë dhomë, i duhej që ta vlladiste me mirësinë që rrezatonte. Nxori nga xhepi letrën e palosur dhe zhubravitur, e hapi, e shtroi sa mundi, pa që ishte shkruar edhe prapa, e ktheu nga drita e zjarrit dhe lexoi. Besoj je ndjeni që ndodhi me të tut, janë në Moskë, Tanja lindi vajzë, disa rreshta të letrës ishin prishur nga Lara vet, nuk lexoheshin. Pastaj letra vazhdonte. I prisha nga që mendova se nuk është mirë të shkruash për gjëra aq të rëndësishme në një pusull si kjo. Do të kemi kohë që të flasim për të gjitha. Nxitoj, më duhet një kal. S'di se si do t'ja bëj, në mos e gjetësha dot. Do t'a kem vështirë t'a bëj në këmbë të rat rrugë bashkë me Katjen. Fundi pusullës ishte i prishur nga palosja, nuk lexoi. Kalin do t'ja ketë marrë sa devjatovit. Je ka dhënë, mundit nisej, tha me vete tashmë i qetuar Yuri Andrejeviçi. Po të mos i kishte të pastër në gjegjet, nuk do t'a shkruante një hollësi të tillë. 8. Pasi u ngro mirë dhoma, doktori ul të hante darkë. Po i mbylleshin syt, u shtrin në divan, i veshur, e zuri një gjumë i rëndë. Nuk dëgjoj më zhurmën, piskamat dhe vrapin e mijëve prapaderës dhe mureve të dhomës së gjumit. Pa dy ëndra, njëra më çoruditëse se tjetra. Pa ëndër sikur ishte në Moskë përpara një dere me xham, të mbyllur me kyç, të cilën e tërhiqte për doreze nga vetja, pavarësisht se ajo derë ishte e mbyllur me kyç. Prapaderës u lërinte i tmerruar sa shenjka, i veshur me pallto, me bluzë, pantallona dhe kapela marinare. I shkone shumë, po djali duke i fatkeq, vuante e lepetitej. Prapa tij me gjëmim me rapëllim duke spërkatur vendin me shkumën dhe spërklat e frikshme, lëshoi poshtë një ujëvar e vërtet. Ishte uji i tubit dëmtuar që derdhej me vërtik, dukurikërit e zakonshme atë kohë, por ndoshta ishte ujëvar mali që lëshoi të poshtë honit në pusin e thellë kryer nga uji i furishëm, me gjeratorin që shkumson nga shtjella e vrullshme e ftohtë dhe errët. Ushtime ujit të rrëmbyer nuk e linte zërin e djalit të merruar të dëgjojë, boqima sikur ja gëlltiste të britmat. Ndërkaq Yuri Andrejeviçi e shihte fort mirë që lëvizja e buzëve të djalit tregonte se shqiptonte fjalë dhe ato ishin babi, babi. Yuri Andrejeviçi sa s'po i qahej zemër nga dëshpërimi. Ishte gati të jepte jetën vetëm të hapej ajo derë me xham, që të rrëmbente në krah voglushin, të ngjeshte pas kraharorit,
të largohej me vrap, sa më larg më mirë, të shpëtonte të birin nga e keqja. E pavarësisht nga kjo, ashtu si që ishte i larë në lot, vazhdonte të tërhiqte me sa fuqi kishte nga vetja derë të mbyllur me kyç, edhe nuk po e linte të birin të dilte, po e bënte therror për ndjenjën e gënjeshtër të nderit dhe detyrës, përpara një gruaje tjetër, që nuk ishte ema e djalit, dhe që nga çasti në çast mund të hynte në dhomë nga ana tjetër. Juri Andrejević u zgjua i trembur i larë në lot edhe djers. Kam temperaturë, jam smur, e kuptoj. Nuk është tifo, është një smundje tjetër e rrezikshme me pafuqi dhe këputje. Smundje që shoqërohet me kriza të forta, me humbje të vetdijes, ashtu si ndodh në gjitha rastet e infeksioneve të rënda. Është nga ato smundje serioze, para të cilave shtrohet pyetja, kush do dalë fitimtare, jeta apo vdekja? Oh, sa më flihet. Doktorin e mundi me njëherë gjumi i rëndë. Pa në ëndër Moskën, një rrugë të mbushur me njerëz, të ndriçuar me zjarre, me lëvizje tramvajesh, me sa dukej përpara revolucionit. Ishte një mëngjes i acartë, i errët, i zymt, i ndriçuar dobët nga fenerët e natës. Në anët e rrugës ngriheshin piri dhe borët ngrirë. Pastaj pa një dhomë të madhe me shumë dritare, të gjitha në një anë, në atë të rrugës, me sa dukej ishte në katin e dytë. Në atë dhomë flinin njerëz të pazhveshur, kishin rënë ku kishin mundur, dhoma ishte rrëmuj. Të kujtonte vagonin e trenit, në dyshemet kishte hedhurinë ushqimesh, gazeta të lërosura, të mbledhura shuk, kocka të kërpitura. Në atë dhomë hynte dilte po ndjerë me çape të lehtë, e zonë me punë, e zonja e shtëpisë. Lara, veshur me ropë të shambër, të lidhur në mes me rrip. Pasi vinte ai, nuk i ndahej, e bezdiste, se që shpigonte me atë pamjen e vet prej tutkuni tuaf, kurse ajo nuk ishte kohë t'i kushtonte vëmendje. I përgjigje në ecje sipër me tundjet kokës, me shikime të buta, por që shprehnin mos kuptim. Kukurismat e saja me zi të ndjeshme ishin të veçanta, të mrekullueshme. Ishte vetmja shprehje intimiteti dhe ngrohtësie që kishte mbetur. Sa largët, sa e ftohtë, por në të njëjtën kohë sa shumë josh sa adhuruar ishte ajo, të cilës i kishte dhuruar gjithçka, të cilën e kishte vënë mbi gjithçka dhe e kishte bërë etalon krahasimi dhe vlerësimi. 9. Nuk ishte ai vetë, ishte diçka më e përgjithshme se ai vetë, ajo që nga shërrejë në ato çaste brenda tij, po formulohej nëpër disa mendime që shprehnin dëmshuri, që shndrrinin, që rrezullenin si fosfor. Qau me zemër të likshtuar, po i vinte keq për veten. Po sumurem, jam sumur. Nuk ishte hera e parë që ja thoshte vetes këto fjalë në çast të kthjellimi. Pastaj e kaplonte gjumi i thellë, gjumë që e zhyste në humbë të hir. Fillonte përçartja nga temperatura e lartë që shoqëroi me kallapi. Tifo do t'jetë, po jo si ato që përshkruhen tekstet mësimore të fakultetit. Duhet ngritur për të ngrënë diçka, rrezik të vdes nga uria. Provoi të ngrihen në bryle, por nuk kishte forcë as të lëvizte vendit. E mundi përsëri gjendjen në kallapi. Sa kohë kam që rishtrirë, e pyeti veten kur u zgjua nga gjumi i rënd, dhe ndjeu se erdhi përsëri në vete. Sa orë, sa ditë. Kur erdha ishte bush pranverë, tani avulli në dritare është kthyer në brym, qënka aq e shkrifur, aq e pisht, sa ersoka dhomen. Nga kuzhina vinte zhurma e paprerë e mijve, dëgjoi përplasje kusive, sahanve, pjatave. Ndije si ngjiteshin në përfaqen e murit matan, si rrëzoheshin në dysheme, me sa zhurma pllaquritse, dëgjoheshin piskamet e tyre të neveritshme. Dhe prapë mund të gjumi. Pas një kohe përsëri zgjohej, shihte si e ndriçoheshin nga agimi i trëndafilt, xhamet e veshura me brym, rrezet e perëndimit sikur i përflaknin kristalet e akullit. Nuk e kuptonte dot në ishte mëngjes apo mbrëmje. Njëherë ju fanitën zëra njerëzish, ju duk se ishin aty pranë, u dëshpërua shumë, i mori për shenja çmendurie. I larë në lot nga keqardhja për veten, ju ankua qiellit me bëlbëzimet pa dëgjueshme fjalësh. Pyeti Zotin përse i ktheu krahët, përse e dënoi me harresë. Ju lut ta falte, të kishte mëshirë për te. Befas u bë i vetëdijshëm se kishin ndodhur të tilla ndryshime, që tregonin se fanitja e njerëzve nuk ishte fantazi, ishte vërtet. E pa veten të zhveshur, të larët në ruar me këmishë të pastër, e pa se nuk ishte shtrirë në divan po në krevatin me çarçaf bord bardh, se prani qëndronte Lara, e përkurur mbi të që qante bashkë me të, që përzinte flokët e saj me ditë, i humbi ndjenjat nga lumturia. 10.
Në përçartjen e pak përparshme kishte qortuar qiellin për mungesë vëmendje në fatin e tij. Ndërsa qielli kishte zbritur në tokë, ishte ndalur tek ai, ende i rrethrotull shtratit të tij. Dy krah gruaje, të bardhë, të zhveshur deri në supe, shtriheshin drejt tij. Jo errën syt prej ngazllimit, i humbi përsëri ndjenjat, tani prej në krahët e lumturisë së plotë. Tërë jetën ishte marrë me punë. Kurdoherë kishte qenë i zënë me punët e shtëpisë, ose me kurimin e të smurve, ose me hedhjen letër të mendimeve, o me studime, por edhe me prodhim të mirash materiale. Sa mirë do t'ishte që tani të mos vepronte, të mos merrej me asgjë, të mendonte, të ëndërronte për një kohë veprimtarinë t'ia linte në dorë natyrës, vetë të bëhej sënd, ide, malli prodhuar nga duart e mrekullueshme të natyrës, aq mëshirëplot që shpërndajnë me aq shumë bujari, bukurinë. Yuri Andreeviçi mori veten shpejt. Lara përkujdesej për te, e ushqente, i shërbente, i jepte zemër. E bënte me jeshin e mielmës bardhoshe, me pëshpërime të nxehta përpara fytyrës së tij të dobësuar, me pyetjet e përgjigjet e përzemërta. Bisedimi me gjysmëzori dhe ai më i thjeshti ishin plot me kuptim, jo më pak se dialogjet e Platonit. Më shumë se e përbashkëta që mbanin në shpirt, i afronte hone që i ndante nga bota tjetër. Për të dy ishin një lloj të padëshirueshëm si rrafshimi dhe ngurtësimi fatal që po i mbërthente bashkëkohësit. Ashtu edhe entuziazmi për njerëzisht kurdisur, euforia e zhurmshme dhe atrofizimi i flatrave të mirëfillta të njeriut në jetë. Aq shumë vdekje prurse për individualitetin e papërsëritshëm, veti që me zell i ngulin të tjerët punonjësit e shkencës dhe të artit, me qëllim që genialiteti të ishte dukuri e rrallë. Dashuria që i lidhte ishte madhe, po ja që njerëzit dashurojnë pa e vënë re praninë e ndjenjave. Për ta, edhe në këtë pikë bënin përjashtim çastet kur qenia njerëzore lartësohet deri në përjetësi, fal ndjenjës së madhe, ndërkohë që ekzistenca është e dënuar me fund të pashmangshëm. Kishte minuta hapje të sinqertë, gjatë të cilave ja shpalosnin më mirë veten njëri tjetrit me fllak pasioni. Pikërisht atëherë arrinin të zbulonin vetijet i pare të reja, i gjenin veten e tyre dhe në jetën që i rrethonte. 11. Duhet kthehesh patjetër te njerëzit e tu. Me ta marrë veten nuk e pse qëndron këtu, as edhe një ditë më tepër. E shet ç'bëhet vetë. Rusia sovjetike me zi arritet shpallej si e tillë, kur u gjen në prerjen e shkatërimit. Nuk jenë ndjenjë të ndryshimeve të mëdha që ndodhen në qytet gjatë kohës së ishës së mur. Rezervat ushqimore quhen në Moskë. Për të, ato janë një pikë ujë në det, kurse ne këtu s'do të kemi se ta mbajmë frymën gjallë. Posta nuk punon, trenat e udhëtarëve po ashtu, dhe ne vinë vetëm trena mallrash që shkojnë të mbushur me ushqime dhe me dridh. Njerëzit janë pakënaqur, përkatësisht po shtrëngohen masat e sigurisë nga organet e pushtetit. Tani, kështu si je, nuk e ku shkon. Thua se je gati të nisesh në këmbë, por nuk të arrin forcat. Shëroj një herë mirë, pastaj shohim e bëjmë. Nuk duhet të t'jap mendje, por të isha unë në vendin tënd, përpara se të nisesha, do të punoja mjek, kanë shumë nevojë në spitalin e këtushëm. Bëj si di, por një gjë mos harro, je i biri milionerit siberian që vro vetëm. Jo të shoqja është trashëgimtare e Krugerit, pronarit më të pyllit të sharrave, të dëgjuar në këto anë. Ishe me partizanët dhe kërcit e ike. Thuaj si duash, po dezertim quhet. Nuk ke pse qëndron duar kryq. Shkon kryet detyrës. Edhe gjendja ime nuk është më e mirë, do të shkoj të punoj, si dihet si vend punët. E ç'punë? Po Strelnikovi. Prandaj nuk e di si do më vend punët, nga që në mes është Strelnikovi. Të kam treguar sa shumë armiq ka bërë. Ushtria e kuqe doli fitimtare. Ushtarakëve të lartë, jo partijak, do t'u bien kokës, qoftë edhe për arsye se dinë shumë nga ato që nuk duhen ditur. Do t'i zhdukin për të zhdukur gjurmët e BM-ve të veta. Strelnikovi është nga të parët në atë listë. Fundi i luftës e gjetin lindjen e largme. Kam dëgjuar se që ka ratisur, u fsheh ka diku. Thonë se e kërkojnë, po që të flasim për te. Nuk më pëlqen të qahem, por ne vazhdofsha edhe pak këtë bisedë, prite ku do të shkrehem në vaj. E ke dashur? Edhe tani e do? Është im shoq, është me karakter, ka virtyte të larta si njeri. Jam me faj përpara tij. E vërtet është, në të keqe nuk i kam bërë, por është njeri me vlerat mëdha, njeri i drejtë, kurse mua s'më bën një lek lëkura në krahasim me të. Ja faji im, po e lëm këtë bisedë.
Ndonjëherë tjetër mund t'i kthehemi përsëri të jap fjalën. Ajo tanja jote është e çuditshme. Isha kur lindi. U micuam në haj muhabeti, por edhe për këtë do të flasim një herë tjetër. Ne të dy duhet bëjmë një gjë sa më shpejt më mirë. Duhet të shërbejmë, të marrim rrogën mujore. Pak kohë më parë u zëvendësuan banknotat siberiane me tjerat. Thonë se sollën 40 vagona me kartmonedha, sallapushka të mëdha me 2 ngjyra, e kaltëra dhe e kuqja. Janë para të bëra keq, u del boja dhe letra shtedopet. I kam parë kur po largoheshim ne nga Moska, i hodhën në qarkullim. 12. Po ç'bëre në varikina aq gjatë? Atje nuk ishte njeri. Ç'të mbajti? Bashkë me Katjen rregulluam shtëpinë ku banonit jo. Pandem se do të shkoja drejt atje. Nuk desha ta gjeja ashtu. Si ashtu, të rënuar e të braktisur? Të rënuar jo, por të braktisur të mbuluar nga pluhuri e pislliku po. E di, diçka më duket se po më fsheh. Bëj si dish, nuk do të pyes si pyesin hetuesi. Më tërko për Tanjen, e pagzuhet vajzën, si ja vut emrin. Mashenjka, ngjallëm në nën tënde. Më tërkush di për ta. Më mirë një herë tjetër, të thash një herë, kur e kujtoj me mbushen syt me latë. Sa më devjetove që të dalin më duket njëri interesant. Po ty? Shumë interesant është. E njoh mirë, e kishim mikun e shtëpisë. Na u gjend në ditën e hallit, na ka ndihmuar shumë. E di, më ka treguar. Të lidh këmiqësi e madhe me te, të është gjendur. Nuk rrëfehet ajo që bëri për mua, e tërgoj veten njëri zemërmirë, as që e marr dot me mend si do të bëja pa ndihmën e tij. E qartë, nuk jeni të huaj për njëri tjetrin. Afrimi me një të tillë si ai për mua është i kuptueshëm. Ju e plotson nevojat, kërkon të jetë i shtëpisë. Ashtu është. Po ti, si? Më fal për pyetjen, sikur po i kaloj kufirin. Me drejt ju marr në pyetje, e di që s'bëj mirë, më fal. Të lutem, po e shoh që do të dish cilat janë marrëdhëniet tona, si jemi lidhur unë dhe ai. Kërkon të marrësh vesh në fshihet në një intimitet mes nesh? Jo, nuk fshihet. Ati njeriu të gjendur e zemërmirë detyrohem shumë. Ajo që bëri për mua nuk harrohet kurrë. E ndjej veten në borxh përpara tij, ama sikur me fluri të më mbulonte, sikur të ishte gati të jepte jetën për mua. Nuk do të afrohesha më shumë nga që jam afruar. Për ti pasi ai kam një si alergji, nuk më duken fort të fisëm. Në punët e përditshme njerëz si ai tregojnë veten çuditërisht të zotët, të shkallët. Janë natyra të hapura e të gjendura, bëhen fort dhe veprojnë me dorë të fortë. Me këto tipare u sjellin dobi të tjerëve. Po ja që në çështjet e shpirtit se tregojnë aq tërheqës veten. Vetkënaqësia dhe vetbesimi, kërkosja dhe kaposhllojku i mashkullit mostaqeli i bëjnë të vështirë. E kuptoj ndryshe afrimin me mashkullin, bashkëjetesën me te. Lërë pastaj që me sa di, sa më devjetove nuk është aq i pastër në çështje morali. Njerëz si ai më janë të padurueshëm. E barazoj me atë për fajin e cilit e psova një herë një kohë, po ama dhe që u bëra kjo që po më shihni. Nuk po e kuptoj, pse, si pas ke qenë dhe si je tani që po të shoh? Çdo thuash më këtë, a mund të më shpjegosh? Ti je njeriu më i mirë në botë. Ah, Juroçka, që janë ato fjalë? Unë të flas seriozisht, kurse ti ma kthen me komplimente një lloj si të ishim në ndonjë sallon aristokratësh. Më pyete se si jam tani që po më sheh. E tjetërsuar jam, e vrarë nga jeta. Njeri jeta e cilit mori një çartë pandrejtshme, që se mbyll dot më kurrën e kurrës. Më bën grua përpara kohe. Në mënyrën më kriminale dhe më shnjërësore u sollën me vajzën e mitur, të pafajshme. Më njohën një mzake me anë më të këqija të jetës. E bën me të ndim me dhunim të paftyrshëm. I lejuan vetes të bënin çuditshë qefi me mua. E qartë, diçka kam dëgjuar, po prit pak. Nuk është e vështirë të kuptosh dhëmbin e përbindshme që u shkaktua zemrës fëmijërore, fyrjen e dinjitetit të vajzës së vogël. Po ajo që u bë, ajo që ndodhi takon së kaluarës. Duhet harruar, është më e udhës të mendosh për njerëzit që të duan sot, siç jam unë. Jam unë ai që duhet pikëllohem se u vonova, nuk të gjenda dot pranë, nuk e shmanga atë që të ndodhi, edhe që vazhdoka të të hidhuroj edhe sot e kësaj dite. Mund të duket çudi, po ja që kështu mendoj. Nga e ulta dhe e poshtra e largët, nga e mëngjyrta dhe çnjerëzoria dikushme, nuk ka pse likështohesh aq më tepër të provosh xhelozi. Është parabitje me të lartën, me më fisniken, ajo që të lind njëjë të mirëfillt. Sipas meje, në qoftë se dikush që ka këtë botë shpirtërore që kam unë, dhe udhëhiqet në jetë nga norma morali si të mijat,
dashuron gruan që dashuroj dhe unë, atëherë shpirtin do të ma kaplon të pikëllimi i vllajt, por jo fyrja të poshtruarit. Kuptohet, nuk do të pranoje në asnjë mënyrë të ndaje me tjetrën objektin tim të adhurimit, por do të bëja me janë, do t'i hapja rrugë dhe vojtja do t'ishte e një lloji tjetër. Xhelozia nuk do t'ishte aq e thellë, nuk do t'ishte gjykatare. E njëjta gjë do të ndodhte me mua edhe sikur të hasja një artist që do të ndetyronte t'i përulesha për forcën që kishte, nga që do t'ja pikasja e përsin. Jam i sigurt kur them se do të hiqja dorë nga sprovat krijuese që i ka pruar dikush tjetër dhe i ka dukshme arritjes. Do ta pranoja atë për fitimtar. Po sikur largova nga tema e bisedës sonë, mua më duket se nuk do doja aq fort, po të mos kishe pse të ankohesha dhe përse të vinte keq. Nuk më pëlqejnë njerëzit që e kanë jetuar jetën si në vaj, njerëzit që asnjëherë nuk janë rrëzuar në jetë, ata që kurrë nuk dalin nga binarët e saj. Virtyte që gëzojnë është i vdekur, i pavlefshëm. Sa të tillë nuk e përqafojnë të tërë bukurinë e jetës. Aty është gjithë puna, te bukuria e jetës. Për mendimin tim për ta parë dhe përjetuar këtë bukuri, lipset imagjinate kulluar e pa përlyer. Kërkohet perceptim fidestar i pa zhyer në palavit e jetës. Ndaj dhe pikëllohem që me privuan ta kisha këtë perceptim kulluar fidestar të bukurisë. Me kalimin e kohës mundej të më përpunoj shikimi im i jetës, po të mos më ishte hedhur në shpirt një dritë aq e shtrëmbër, aq vulgare për të siç më hodh. Edhe nuk mjaftoi kjo, po për shkak të asaj ndërhyrje të pamoralshme të jetës time, që sapo kishte filluar të hetoj, për shkak të asaj thyrje morale, nuk u ngjis si duhej martesa me një njerit mrekullueshëm, që më donte shumë dhe të cilit i përgjigjesha me pa të ndjenjë. Prit pak, mos dëshiron të më tregosh për bashkëshortin? Më mirë më vonë. Ta shpjegova që xhelozi dhe rivalitet nuk më ngjallin të ulët e rëndomt, as të barabartë me mua. Ndaj të shoqi, unë nuk ndjej kurfar xhelozie. Po ai? Cili ai? Njeriu që të mori në qafë, kush është? Çfarë përfaqëson ai njeri? Është një avokat i njohur moskovit, një shok i babait, në u gjend pas vdekjes së Timeti, sidomos atëherë kur na ran kokë e keqja. Beqar, në gjendje të mirë, ka të ngjarë që e bë interesant dhe ja pesh personet ti, nga që e vizitoj me penelata nga më të errtat, se në atë njeri asgjë të veçantë nuk ishte. Gjë e rëndomt ishte. Ta them edhe emrin, në do ta dish. Nuk është nevoja, ja di, kam pasur rast ta shoh. Ashtu? Atëherë në hotel kur mamaja jote donte të helmohej. Natën vonë, isha i vogël gjimnazist. Më kujtohet ai rast. Erdhët dhe qëndruat në errësirë, në paradhom. Kështu nuk do ta kujtoja atë skenën, po ja që më ndihmove ti ta nxjerr nga errësira e kujtesës. Më ki folur një herë në Meluzejev. Në atë dhomë ishte edhe Komarovski. Po, ka të ngjarë, ne rrinim bashkë. Po pse u skuqe? Nga tingëllimi i emrit Komarovski në gojën tënde. Nga që nuk jam mësuar të dëgjoj, edhe nuk e prisja të dëgjoja ndonjëherë. Isha me një shokun tim të klasës. Ky më tha se e njihte Komarovskin, se habitej që e shihte aty në ato rrethana, ku nuk e priste ta shihte. Shoku tim, Mihail Gordonit, të kuthonte me tatin tren, i rastisi të ishte dëshmitari i vetvrasjes së Timeti, të industrialistit milioner. Baba i hot nga treni që ecte me shpejtësi, u hot për të vrarë veten. Baban e shoqëronte në atë udhtim Komarovski, avokati i tij personal, që ja bëri lësheli i punët, e çoi drejt falimentimit. E shtyu në vetvrasje, duke ja ngritur keq nervat në atë gjendje dehuri. Është fajtor për vetvrasjen e babait, nga i njeri mbeta jetim. Nuk po u besoj veshve. Çfarë ndodhi e kuptim plot? Hollësi e mrekullueshme. Del se qenka dhe keqbërësi yt, shisa shumë në afro kafatit. Sa i paracaktuar nga hyu, po m'duket. Ja kush më mbush shpirtin me xhelozi. Dhe çfarë xhelozie pa. Ç'thua kështu? Pun atë jo vetëm nuk e dua, por e përbus në thellësitë shpirtit me tërë qenien time. Ashtu t'jetë. A thua se e një aq mirë veten? Natyra njerëzore, e veçanërisht natyra e femrës, është aq e errët dhe aq kontradiktore. Ku i dihet? Ndoshta në një rincept të vetdijes sate, kur është zot përbuzja, vazhdon t'i nënshtrohesh atij njeriu, edhe i nënshtrohesh si askush tjetër, më shumë se ai që dëshiron me vullnet lirë, pa e detyruar kush të dëshirojë.
Sa e tmerrshme është kjo që po thua. Edhe si zakonisht e the aq holl, aq bindshëm, pa bujë e britëm, dhe më duket e vërtet, në një kohë kur jam e bindur që nuk mund t'jetë e vërtet. Në qoftë ashtu si thua ti, tmerr e shkuar tmerret është. Qetësohu, mos ja vër veshin kësaj që të thash. Unë vetëm desha ta theksoj se xheloz bëhem për anën e errët të pavedishme të asaj që të ndodhi. Më vjen nga që e gjej të pa kuptim të shpjegimin, se kuptoj do të qishte ajo që të ndodhi. Bëhem xheloz për voglimat jetës sate, deri për bulat e djersës në lëkurën tënde, për mikrobet që pluskojnë në ajër dhe mund të të infektojnë. Ashtu si bëhem marak mos të godasin infeksionet, ashtu bëhem marak mos një ditë për ditëve, shfaqet të rëmben në krahët e tij Komarovski, e në ndan ashtu si të ndan vdekja, qoftë jotja, qoftë imja. E di, kjo që po të them gjan me pusin e errët, mund të duket hipotetike dhe paqartë, po ja që nuk mundem ta shpjegoj dot më shkoqur, nuk ta them dot më qartë, të duhet shmëndurisht, pafundësisht, përjetësisht. 13. Më trego sa më shumë për bashkëshortin. Në librin e fatit jemi në një rresht, janë fjalë të Shakespeare-it. Ku i ka thënë, në Romeo e Julieta, të kam treguar dhe jo pak për të në Meluzejev, kur erdha ta kërkoja, por edhe në Jurjatin në takimin ton të parë, kur më the se njerëzit e tij donin të t'arrestonin. Të thash më duket se e pash për së largu kur po hipte në makinë. Ti e kupton sa shumë e ruanin. Vura re thuajse nuk kishte ndryshuar, po jo fytyrë e bukur e ndershme vendosur, me qiltër të ftyrshëm ka ndodhur të shohni jetë. As fije në shtirjes të dukurit nuk vura re te ai njeri. As pozë nuk më ranë sy në paraqitjen e tij. Pamja e dinjitarit fliste për karakterin burror, për njeriun sy pa trembur. I tillë ka qenë, i tillë kishte mbetur. E prap se prap, ndryshim nga i mëparshmi kishte. Kjo më vuri në merak. Diçka abstrakte, fluide kishte dëpërtuar në paraqitjen e tij. Ja kishte ngjyrosur, zbërdyllur paraqitjen burrore. Fytyra e njeriu të gjallë të mirëfillt, ishte kthyer në mishërim parimi, i shprehte ide. Më pikui në zemër ajo paraqitje e re. E kuptova, ishte rrjedhoje ndikime të forcave mbi personalitetin e tij. Forca të cilëve ju përkushtua me mishë me shpirt, të ideve solemne që e zvetnojnë personalitetin në një mënyrë aq të pamëshirshme. E për ato forca abstrakte, as atë nuk e kishin mëshiruar. Mu duk si i paracaktuar nga fati me zhdukje. Pra ndjeva se do të vinte një ditë kur nuk do ta mëshirojnë. Kështu mu duk, por ndoshta nuk kam të drejtë. Kush e di, kjo që them është rrjedhojë e ndikimit tënd mbi mua, i fjalëve që më the për njerëzit atëherë kur u takuam këtu në Jurjatin. Se unë përveç ndjenjave që i kemi të përbashkëta, po verej që marr shumë nga idetë e tua, nga mendimet që shpreh edhe nga qëndrimet që mban. Do të bëj mirë të më tregoje si keni jetuar më përpara. Që e vogël ëndra ime ka qenë të takoja njeriun me shpirtin e qashtër, të pastër dhe të lirë. E pra ai është mishërimi i një njeriu të tillë. Unë dhe ai jemi arritur në një obor, edhe Galiolini po ashtu. Pasha që i mitur më ndjente, skuqje e zverdhe i sa herë që më shihte. Sigurisht që nuk bëj mirë që po e them, por do t'ishte edhe më keq po ta fshihja një të vërtet tillë. Isha për të adhurimi i parë fëmijëror, isha pasioni përvlues, i rrethuar nga sa enigma që miturakët i fshehin me aq kujdes, e bëjnë nga sedra dhe krenaria fëmijërore. Për ta penguar e pengojnë shfaqjen jashtë të ndjenjave, po ja që u asheh me lehtësi, të shkruar në fytyrat naive, duket si e përjetojnë pasionin. Ishim miq, unë dhe ai jemi aq të ndryshëm, sa jemi të njëjtë unë dhe ti. Zemra më thoshte se me një si ai duhej lidhur seriozisht. Ndaj e mora vendimin. Do ta hidhja hapin e lidhjes për jetë, pasi të më këmbëshim pak si unë si ai. Në mendjen të zemrën time që atëherë e fejova veten me Pashën, me këtë djalë të mrekullueshëm. E di, është njeri me aftësi të jashtëzakonshme. I biri një punëtori i kurudhash, fal dhuntive të veta dhe vullnetit hekurt, mundi të arrinte për paksa nuk thash nivelin, por duhet thënë majën më të lartë të dijeve bashkëkohëse universitare në 2 specialitete, në matematik dhe në shkencat humanitare, si ton shaka. Po atëherë që ishte ajo që u aprishi Terezin dhe harmonin familjare, gjerse pas keni dashur aq shumë njëri tjetrin?
Përgjigje në një pyetje të tillë nuk është e lehtë ta japësh. Do të mundohem të tregoj ç'ndodhi, edhe besoj aty do të jetë përgjigje. Po shtem dhe unë, e si mund të ta shpjegoj ty që je aq i mençur, kurse unë një grua e pafuqishme, që as e di ç'bëhet e ç'ngjet sot në jetë, nuk e di arsyen pse prishin sot familjet në Rusi, por dhe me gjërë, duke përfshirë edhe tënden edhe timen. Se mos është fjale për përputhjen apo mos përputhjen e karaktereve, për mbajtjen gjallë të dashurisë në çifte, apo për shuarjen e thjeshtë të saj. Them se arsyeja është më e thellë. Puna është se gjithçka lidhet me jetën private të njeriut, me selitjen prej tij të çerdhes familjare, me aftësinë për ngjizjen e jetës bashkëshortore, kurse unë vërej që ato aftësi s'po shfaqen si dhe sa duhet. Ato po shpërbohen e po shkapërderdhen së bashku me shembjen e shtyllave të mëparshme të shoqërisë dhe me rindërtimin e saj nga e para. E përditshme u përmys u shkreh. Mbeti në këmbë jeta e zhveshur nga kjo e përditshme, e cila në të vërtetë përbën tharmin e saj. Pa të jeta zhvishet, mbetet lakuriq, ishte rrongurra e dhënëse. E ka ta nisur në këtë gjendje jeta duket e mërthirë. Kurmin po ja përshkojnë dritë malikështimi. Ai përpiqet të qëndrojë sa më afër të përditshmes, për të ngrohur sa do pak prej saj, po ja që nuk arrin ta bëj, se është e zhveshur, është vetmitare. Ne të dy ngjajmë me njerëzit e parë, me Adamin dhe Evën, që nuk kishin me se ta mbulonin lakuricin në atë fillim bote. E ndjejmë veten si ata të zhveshur, të pastre në këtë fund bote. Jemi kujtimi i fundit i të madhërishme së pamatë, që bota e krijoi gjatë shumë mijë vjeçarëve, që mbushin hapësirën kohore, që nga ata, të parët, deri te ne, të fundit. Jemi të pushtuar nga kujtimet e mrekullive të zhdukura. Dihasim, dashurojmë, qajmë, mbahemi të kapur pas njëri tjetrit, ngjishemi pas njëri tjetrit. 14. Pas një pauze të shkurtër Antipova vijoi me ton më të qetë. Dëgjoj mirë këtë që po të them. Sikur Stelnikovi të bëjë përsëri Pasha Antipovi, sikur të hiqte dorë nga veprimet e shmendura, duke ngritur krye kundër tyre, në rast se koha do të mund të bënte hap prapa, në rast se diku larg në anë të botës do të ndriçonin me ngrohtësi e butësi dritaret e shtëpisë sonë, sikur në tryezën me libra kapic të Pashës të ndriçonte llampa, pra sikur të ndodhte një çudi e tillë, të siguroj, ma beso këtë që po të them, do të sfarritesha këmbë dorës për tek ai. Brenda meje do të shuhej tërë ky likështim i padurueshëm. Nuk do të mundja të qëndroja thirrjes të së kaluarës, thirrjes së të vërtetës. Do të ndërmerrja sakrificën më të madhe. Do të isha gati për më të shenjtën therori, edhe ty do të sakrifikoja. Edhe afritë që kemi, aq të vetvetishme, krejt pa detyruar, vetëm të nënkuptuar. Të më falesh. E shoh që nuk po them atë që duhet thënë, kjo që shpreha nuk është e vërtetë. Ju hodh në qafë me dënesa. Përlotja nuk zgjati shumë, e mblodhe shpejt veten. Duke fshirë syt vjoj, fjalët që sapo dëgjove me diktoi zëri detyrës. Po e zë që të shtyn ty për të tanja. O Zot, sa të mirë jemi, çdo të bëhet vallë me ne, si të na vej filli. Pasi e mori mirë vetën në dorë, Antipova vazhdoi. Nuk ju përgjigja pyetjes që më bëre, përse u shkatrua lumturia jonë. Me qartësinë e tanishme të plot, arsyen e kuptova më pas. Do ta tregoj. Kjo që na ndodhi nuk është vetëm fati ynë, është fati shumë kujt. Më trego, o e mençura ime. U martuam përpara luftës 2 vjet para se të fillonte. Mezi e ngritëm shtëpinë, zumë të shtronim jetën, kur ja, plasi lufta. Jam më e sigurt se lufta është fajtore për gjithë çka ndodhi. Ajo është shkaktare e fatkeqësive që ranë në kokë brezit tonë. Fëmirin e mbaj më të mirë. Më kujtohet koha kur flitej për zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve dhe të konflikteve të shekullit, kur ishte zakon të dëgjohej zëri i arsyes. Gjithë zhdiktonte arsyeja është ndosh, mbaj për e natyrshme dhe e duhur. Vdekja e njeriut nga dora e tjetrit ishte dukuri e rrallë, diçka e jashtëzakonshme. Ishte koha kur vrasjet i përftëronin ashtu si luheshin në tragjedi, si përshkruheshin në romanet policore, si tregonin për to në kronikat e zeza, por që në jetën e përditshme kur nuk mund të ndodhnin. Dhe befas u gjendëm përpara një situate të re. Ndodhi një kërcim i beft nga jeta e qetë e matur pa gjakderdhje, në jetën e mbushur me klith ma të merri, me grah ma vdekjeje. Shpenduria e përgjithshme e gërsia shtazarake u shtruan në shoqërisin shtëpinë e vet. Vrasjet dhe masakrimet u ligjëruan dhe u lavdëruan. Dhe kjo
nuk kishte si kalonte pa pasoja. Ty më mirë se mua të kujtohet se në çfarë shkatërimi, po dhe në çfarë zvetnimit përgjithshëm të llahtarshëm, çoi një fillim i tillë çnjerëzor. E çoruditit trafikun e trenave, që rregulloi furnizimin e qyteteve, lëkundi themelet e familjeve, i prishi normat e vedijes shoqërore dhe individuale. Vazhdo, e di mirë çdo thuash e ku do dalësh, sa mirë i ke kuptuar gjërat, çfarë gëzim t'jep këtë kuptuar, çfarë kënaqësie është të dëgjosh kur tregon. Atëherë tokën ruse e pllakuesi e pavërteta. E keqja më e madhe kur fshihen në rrënjët e asaj që ndodhi pastaj, ishte humbja e besimit në vlerën e mendimeve personale. Panderën se koha, kur ja vinin veshin zërit të arsyes, respektimit normave të moralit shkoi e vate. Se tani e tutje duhet kënduar në kor, të gjithë bashkë në një zë, duhet jetuar me mendësitë e huaja të gjërave të dukurive, mendësi që u imponohen gjithëve dhe mbaheshin si të vetme të drejta. Zuri u fry gjithë pushteti i fjalës. Në fillim i asaj anarkiste, pastaj i asaj revolucionare. Kjo çoroditje shoqërore, e përgjithshme dhe gjithë pushtetshme, ishte tepër ngjitëse. Nuk mbeti njeri pa u ndodhur nën pushtetin e saj. Jashtë këtij ndikimi nuk qëndroi as familja jon. Ju lëkundën themelet si nga tërmeti. Në vend të gjallërisë së vetëvetishme, që e shihje tërë kohën në familjen tonë, Zuri të nxirrte kryet deklamacioni për idiotësh. Në sjelljen tonë u përvodhën pozat, që nuk shprehnin asgjë të shpirtit, por ishin vetëm shprehje pa natyrshmërie, ishin vetëm fasadë. Filluan mendjemadhësitë dhe krekosjet. U parapëlqyet rrahja e temave për fatin e botës, për të ardhmen e njerëzimit. A mundej pra, një vendimtar busholl, një njeri e shumë kërkues ndaj vetes si ishte Pasha, që po u gabur asnjëherë e veçonte thelbin nga dukja, të qëndronte shpërfillus ndaj kësaj fushate për mizotrimin e falsitetit. A mundej ta anashkolonte dhe të mos e vinte re një dukuri të tillë? Jo, nuk mundej, veç në këtë pikë ai bëri një gabim fatal. Të tillë që u bë përcaktues i rrotullimës së gjithçkaje më pas. Flamurin e kohës, të keqen shoqërore, e pandeu si të keqe brenda familjes. Tonin e panatyrshëm bisedave tona në shtëpi, tendosjen tonë rrjedhoi tendosjes së përgjithshme, Pasha i mori në adresë të vet. I yshti vetes për ftyrimin e njeriu të ngurtësuar, të pazotin për të bërë diçka të mirë, të njeriu në klef. Mos ndoshta pandese ishte pamundur që ca voglima, gjëra nduke të parëndësishme, të mund të ushtronin një të tillë ndikim në jetën tonë përbashkët. E mundur ishte, ja që kështu ndodhi. As që mund ta marrësh dot me mend sa shumë e rëndësishme ishte dukuria shoqërore për cilën fola. Sa shumë marrëzi fatale bëri Pasha për shkak të voglimave. Ato patën atë forcë që përcaktuan të ardhmen e familjes sonë. Doli vullnetar, shkoi në front. E bëri për të na shkarkuar nga barra, sepse sipas tij ishim ne që po e pësonim nga ajo paaftësi jete e tij. Po detyroheshim ta mbanim në kurriz, sipas tij, gjithë faji bintemi të. Ja dhe zanafilla e çmendurisë së tij. Krenaria e pakufishme si e adoleshentit, i diktoi pa kurfar për ligje e fyrjet pa dëgjuara. U zemërua nga gjëra që askush nuk zemërohet. Zhvillimet e historisë i priti si fyrjet tijat. Zurit ishte në mëri me historinë. S'kaloi shumë dhe u hodh të kacafytej me te. Ai edhe sot e kësaj dite vazhdon të laj hesapet me historinë, prandaj sillet në atë mënyrë. Po shkon drejt vdekjes së sigurt për shkak të ambicies për i budallaj, as sikur të mund ta shpëtoja. Sa shumë e do, veç pas tërti shpirti e dëshuron. Duaje atë njeri. Nuk bëhem xheloz nga një dashuri e tillë, nuk të pengoj. 15. Vera erdhi dhe iku pa u vënë re. Doktori u shurua, në pritjet e kohës së volitshme për të nisur për në Moskë, këmbeu 3 vende pune. Paraja shfrytëzoi dukshëm çdo ditë, për të mjetuar ju desh të merrej me disa punë të njëjtën kohë. Ngrihej me gjelët e parë, ecë nëpër rrugët e dërmitura me pak njerëz, hynte në derën e prapme të ndërtesës së një spitali ushtarak dhe kalonte në ambulancën e tij ku shërbente si mjek diagnostik. Gjysmën e rrugës e bënte në dërruret me gjelbrim të harlisur, kalonte përpara shtëpive që nuk ngjanin me njëra tjetrën. Shumica ishin të drunjta, me çati të pjerta, me papafingo, me kornisa dritaresh të dhëndëra. Në afërsitë e ambulancës, në një kopsht të madh, ndodhej një shtëpi disi e veçantë nga tjerat. Nuk ishte e madhe, ishte ndërtuar sipas stilit vjetër rus. Ishte veshur me pllaka graniti. Në fasadë
kishte të skalitura disa figura. Përpara hyrjes kryesore kishte kolona jo të mëdha, kështu ndërtoheshin mos shtëpitë e vjetra të fisnikëve. Juri Andrejeviçi shkonte shpesh në atë shtëpi. Aty bëheshin mbledhjet e seksionit të shëndetësisë së Jurjatinit. Kurse në një vend tjetër, larg që këtu, ndodhej shtëpia që Jati i Anfim Samdeviatovit ja kishte falur bashkisë së qytetit pas vdekjes së të shoqes gjatë lindjes së Anfimit. Me ndërmjetësimin e vet plakut Samdeviatov në këtë ndërtesë, u ngrit materniteti dhe spitali ginekologjik i qytetit. Tani që ngritur dhe një kurs infermierësh kirurgjie dhe shërbime spitalor. Juri Andrejeviçi mbante leksionet e patologjisë edhe disa kurse speciale jo të detyrueshme. Mbante emrin e Roza Luksemburgut. Nga puna kthehej natën vonë, i palodhur, i pangrën. Gjithmonë e gjente Larisa Fedorovnën të zonë me punët e shtëpisë. Me atë pamje krejt prozaike të anvisës, me flokët e shpupërishur, me mëngët e përveshura deri lart, me fustanin me gjunjë që të mos e pengonte kur ishte duke bërë punët, thuaj se tremte me atë pamje careshe, me shprehjen e femrës mahnitëse, i duke si kur i ndalonte frymarrje. Ndjente për të shumë më tepër nga çdo të njente, po ta gjente të veshur e të stolisur, të përgatitur për të shkuar në ballo, me fustanin dekolte, me tualetin për mbrëmje, me këpucët me takat larta. Gatuante, lante rrobat me ujin e mbetur me sapun, lante dyshemet, ose e qetë më fjalë pak se nga hera, hekuroshte rrobat e veta të tija dhe të katenjkës, si mbaronte punët, merre mikatjen që përgatiste mësimet, ose e zhytur në librat e hapur përgatitej për mësimdhënien sipas teksteve të reja dhe konspektonte literaturën e formave të edukimit për të qenë në lartësinë e detyrës në shkollën e re të riorganizuar ku jepte mësim. Sa më afërt i bëhej ky grua me vajzën e saj, aq më pak guxonte të mendonte për to si për njerëzit e një familje. Aq më i rrep bëhej ndalimi që i diktonte ndjenja e detyrës, respekti për tit, aq më madhe i bëhej vetëpërmbajtja për të mos e shkelur besnikërinë ndaj tyre. As Lara, as Katja nuk e ndjenin veten të fyera nga ky kufizim marrëdhëniesh. Përkundrazi, ky qëndrim jo si i burrit me gruan, përmbante brenda vetes një botë të tërë respekti dhe konsiderate të nërsjellët. E përjashtonte shturjen e mundshme, familiarizimin e tepruar, përdosës, lektisjen e ndjenjës. Veç dyzimi e mundonte dhe moliste. Bëri si bëri dhe Juri Andrejeviçi u pajtua me gjendjen, si pajtohemi me plagën e pashëruar që acarohet e mahiset kohë pas kohe. 16. Kushtu kaluan 2 apo 3 muaj. Në të hyrë të tetorit, Juri Andrejeviçi tha Larisa Fedorovnës: "E di, më duket se do të më duhet heq dorë nga shërbimi në ambulancë. Histori e vjetër që përsëritet me ngjyrime të reja. E fillon një punë mirë e bukur. Gëzohemi shumë që po ju shohim të përkushtoheni detyrës me ndeshmëri e profesionalizëm, të thonë, sidomos na kënaq predispozita e specialistëve për të përqafuar mendime të reja. E si të mos e përshëndetësh këtë gëdishmëri, mirë se erdhët. Jeni të mirë pritur, punoni, luftoni, kërkoni." Pastaj fillojnë verifikimet. Del që ato fjalë u thanë se për sy e faqe. Kishin për qëllim të krijonin pamjen e zemërgjerësisë së pushtetarëve të rinj. E bëjnë për të mburrur me berorën lartësuese të revolucionit. Ky trajtim të lodh, të mërzitë e të pret fuqit. Nuk jo nep çdo ca akrobatlloqet si këto. Ama, po ta shohësh me gjak thotësi çështjen u jep të drejtë. Sigurisht nuk jam me ta. E kam pamundur të pajtohet me mendimin se janë heronj, se janë personalitete të ndritura, edhe se unë që kam mikroborgjes shpirt vogël, mbroka me rësirën, dashkëm prapambetjen, shkatrimin e njeriut. A ke dëgjuar për Nikolaj Vadenjapinin? Si s'kam dëgjuar, e di kush është përpara se të njehesha me ty, lëre pastaj nga tregimet e tua. Për të më ka folur si Mushka Tuncova, është njëra nga ndjekësit e tij. Kurse librat që ka shkruar turp të them, por si kam lexuar, nuk më pëlqejnë veprat që rrahin vetëm probleme filozofike. Për mendimin tim, filozofia duhet t'i ngjajë garniturës në pjatën ku serviren çështjet e artit dhe të jetës. Të merresh vetëm me të, më duket si të ushqesh vetëm me mustardë. Po më fal me këto fjalë, Kodra pas barikut po të largoj nga tema e bisedës. Jo, përkundrazi, jam dakord me atë që the. Figura që përdore shpreh më së miri atë që desha të thosha unë. Nuk them mundet të jemi infektuar me pikpamjet e tij, se fshet ndikimin që ushtron me mua i njeri, po ama ata vetë më mbajnë për diagnostikues të Zotin,
më quajnë diagnostikues genial. E vërtetë është, rrallë ndodh gabojnë në përcaktimin e sëmundjeve. Mi ngrej nervat intuita atyre e urryer, prirja për të rrymuar në biografinë e tjetrit, për të dyshuar për këdo. Kam ndërtuar studimin për mimikrinë, domethënë për aftësinë që kanë organizmat të përshtaten në ambientin rrethues. Në ndryshimin e ngjyrës së disa qenieve të gjalla, fshihet një transformim i atashëm i botës së tyre të brendshme. Mora guximin dhe e trajtova dukurinë në leksionet e mia. Nisën britmat, idealizëm, misticizëm, filozofi e Goethes, neoshelingianizëm, më duhet iki, të them të largohem me vullnetin tim. Nga leksionet do të heq dorë, kurse në spital do vazhdoj të punoj, do përpiqem të mbahem sa më gjatë, do të largohem vetëm kur të më heqin. Nuk dua të tremb, por nganjëherë më duket se me sot e me nesër mund të më arrestojnë. Zoti të ruajt, Juroçka. Qoftë larg, atë që e the drejt, duhet qenë i kujdesshëm. Me që po vëre, marrja në dorë e pushtetit po kalon nëpër disa etapa. Në fillim ishte koha e triumfit të arsyes, lufta kundër paragjykimeve. Pas kësaj e përsinë e morën bashkëtarët, të bashkëngjiturit, simpatizantë të shtjerur. Tani vetëm dëgjon të flitet për dyshime, spionime, intriga. Bota është e mbushur me urrëtie. Ke të drejtë që fola ashtu. Në fillimin e kësaj etape të dytë jemi. Edhe nuk duhet shkuar shumë larg për shembuj, në kolegjen e tribunalit revolucionar e mbruan 2 të internuar të vjetër, i sollën nga Hodatsku, 2 ish punëtorë hekurude, njëri quhet Tiverzin, tjetri Antipov. Të dy më njohin. Antipovin e kam vjeher. Kur e dëgjova, më shkuan mornica nëpër trup. Kam shumë frikë për katenjkën. Prej disave si këto të dy, çdo gjë e pret. Antipovis më sheh dot me sy, nuk e di, po përse më duket se një ditë bukur do na zhduk mua dhe Pashën. Do të deklarojnë se bëjnë në emër të drejtësisë së lartë të revolucionit. Bisedën me këtë temë shqetësuese e vazhduan disa ditë më vonë. Shkaku bë kontrolli i rrept natën në shtëpinë numër 47, pranë ambulancës. Në podrumin e saj gjetën armë, u zbulua një organizatë kundër revolucionare. Bën arrestime, kontrolle të tjera, verifikime. Flite se një pjesë të implikuarve kishin mundur të largoheshin ma thanë lumit. Njerëzia i qeshën thanë se nuk ishte shpëtim, ndryshonte puna po t'ishte në një lum i madh si ata të Siberis. Lumi Amur për shembull del në anën tjetër edhe në Kin. Jam badh e kum ke parë, ata janë lume jo si ky i këtushmi. Situata përëndohet, i tha Lara në njërën nga këto ditë. Nuk themi do të se gjendemi jashtë çdo rreziku. Me siguri do të na arrestojnë, si ty ashtu dhe mua. Po me katjen çdo të bëhet. Jam nën, më duhet i dal përpara të keqes. Më duhet të bëj diçka për ti me bi. Më duhet ta kem të gatshëm vendimin në rast se më bien kokë e keqja. Më duket se do të shpëndem në ndodh ajo e keqe. Ja të mendojmë, a kemi forca për të shmangur fatkeqësinë? Mos valli jemi të dënuarit e fatit. Për t'u arratisur nuk arratisemi dot. Është edhe e pamundur, edhe s'kemi ku vemi. Por këtë mund ta bëjmë, të largohemi nga plani i parë, të tërhiqemi në errësirë. Për shembull, të shkonim në Varikino. Kam menduar për këtë. Do të jemi larg qytetit. Vendi është i shkretuar, askujt nuk i biem në sy. Po afron dimri, e marrun përsipër përballimin e gjendjes së vështirë në të cilën do të ndodhemi. Do të bëjmë si do të bëjmë dhe do ta nxjerrim dimrin. Sa të na vije radha, e kemi kaluar edhe një vit. Nuk është i pakt fitimi. Sa më Devjatovi do të na ndihmonte të ruanim lidhjet me qytetin. Ndoshta pranon të na fsheh. Si të duket? Vërtet që në Varikino tani nuk ka këmbë njeriu, vendi është i shkretuar e pash me sytë e mi. Thonë se ka ujq, e tmerrshme, po ja që njerëz si ky Tiverzini dhe Antipovi tani janë më të tmerrshëm se ujqet. S'di që them, ti vetë nuk ka rënë të kaloj ditë pa më kujtuar se duhet shkoj në Moskë. Tani rruga u hap. Ndonë se vështirësitë e udhëtimit janë të mëdha, ka shumë pa bilet, nuk i ndalojnë dot, u lodhën që pushkatuari. Pushkatimet u rralluan. Më shqetëson ky fakt. Të gjitha letrat që u kam dërguar fëmijëve kanë mbetur pa përgjigje. Duhet shkuar, duhet parë si janë, mos u ka ndodhur gjë. Këto që po të them, mi ke thënë ti vetë më përpara. Si ty kuptoj tani këto fjalë për të strehuar në Varikino? Mos ke bërë të nisësh dhe të kalosh aty vetëm dimrin? Jo, pa ty nuk bëj dot. Kurse unë them të nisem për Moskë, ke të drejtë, duhet nisësh patjetër. Dëgjoj, e di ç'bëjmë, kam një mendim jo të keq.
Le të nisim me që të tre për në Moskë. Të shkojmë të tre për Moskë, Moskë e lojtor, e për çarsye? Jo, unë do të rri këtu. Unë duhet qenë diku afër, tani me ditë me orë vendoset fati i pashës. Me duhet të pres të marrë vesh që rrugë do të marrin punët, po ti duhet nima ime t'jem gati t'jeja. Atëherë duhet menduar për Katenjkën. E di, para disa ditësh me bëri vizitë si mushka Tunceva. Të kujtohet, kemi folur për te. Po e kam takuar te ti. Habitesh me ty, se ku i keni syt ju burrat. Të isha unë në vendin tënd do të bien dashuri me një si ajo. Sa e mirë është, çfarë fytyre, ç'buz, po trupi, mendja, dijet, mirësia e shpirtit, qartësia e mendimeve, i ka për t'i patur zili, mos të duken pak? Ditën që u ktheva në Jurjatin nga Siberia, me ruajtjem e me qethe e motra, Glafira. E di, motrat trojnë bashk, bëhen trima atë të bibliotekës. Janë të ndershme, punëtore, gratë fisme. Më ka shkuar mendja t'ja them të ma mbajnë Katjen ta kenë si vajzën e tyre, në rast se ne të dy na futin brenda, ende se kam vendosur përfundimisht. Se ke menduar keq, kuptohet në rast se nuk ka si bëhet ndryshe, po do zoti nuk do ven punë deri në atë mëngjyrë. Thonë se si mushka nuk para është në vete. Edhe unë e kam vënë re. Nuk e quan do të grua si të gjithë gratë, por besa kuptoj e ka nga thellësia e mendimeve dhe nga origjinaliteti i shpalosjes së tyre. Është grua jashtëzakonisht shumë e ditur, por jo si e dal nga bankët e shkollës, por si e dal nga populli. Mendimet që shpreh ajo dhe ato që shprehti janë çuditërisht të ngjashme. Me gjithë shpirt do t'ja besoja Katjen një të tillë. Do t'isha i qetë për edukimin si duhet të saj. 17. Në njërën nga ditët, Juri Andrejeviçi shkoi në stacionin e kurudor, por si vajti erdhi. Çështja e tyre mbeti i pavendosur, si atë, si larën, i priste e panjohura. Ishte ditë e ftohtë e vrenjtur, ditë përpara dëborës së parë. Qielli në udhkryqe, ku dukej më i gjerë se në rrugët e drejta, kishte pamje dimrore. Në shtëpi doktori gjeti mysafir. Larës i kishte ardhur për vizitë si mushka. Biseda midis tyre ngjante më tepër me leksionin që mysafirja i lexonte zonjës së shtëpisë. Juri Andrejeviçi nuk donte t'i pengonte, aq më tepër që ja kishte ënda të qëndronte vetëm. Gratë bisedonin në dhomën tjetër. Dera nuk ishte puthitur mirë, fjalët dëgjoheshin. Më duhen këto ndresa, do merrem me rregullimin e tyre, po ju vazhdoni si mushka, ju dëgjoj. Në institut na kanë mbajtur leksione për historinë e filozofisë, po ju ndjek me interes. Më pëlqen shumë mënyra si arsyetoni. Më lehtësohet shpirti kur ju dëgjoj. Kemi disa natë që zvëm gjumë në sy, na mbyten mendimet e këqija dhe parandjenjat jo të mira, ku nuk na shkon mendja. Është detyra ime, detyra e nënës të mendoj për vajzën. Ta lënë duart sigurta në mendovë të keqja. Është shqetësimi im kryesor. Mendja më shkon vetëm tek e keqja. Kam shumë nevojë për fjalë ngushëllimi. Lëre pastaj që edhe moti sot është e tillë, ta ka ënda strukesh diku dhe të vësh veshin kovendimit gjatë. Ju lutem si mushka, tregoni, po ju dëgjoj. Për që biseduam herën e kaluar, Juri Andrejeviçi se dëgjoi përgjigjen e Larës. Mbajti vesh, i përqendruar për të dëgjuar çdo t'i thoshte si mushka. Se mund t'i përdorësh fjalë si këto, jo kultura, jo epoka, po kuptimi që të futin të është i ndryshëm. Ndaj dhe mduket e udhës të shpangët përdorimi i tyre të zëvendësohen me treja. Do thosha se njëri përbëhet nga dy pjesë, nga perëndia dhe nga puna. Zhvillimi i shpirtit njerëzor ka ndodhur në procesin e gjatë pandalshëm të punës nga brezi në brez. Punë ka qenë Egjipti, ka qenë Greqia, një punë e tillë ka qenë përhapja e ideve të Biblës nga shenjtorët. Krishterimi është puna më e madhe, është puna e fundit e njerëzit, deri më sot e pa zëvendësuar nga një punë tjetër më e frymëzuar dhe më e lartësuar. Për ta patur sa më të qartë terrenin e madhe, freskuese që solli Krishterimi, po ju kumtoj disa fragmente tekstesh të shenjta, marrë me shkurtime dhe të riprodhuara prej meje. Shumica thënieve fetare janë ngjisje thënieve të dhjetës vjetër me ato të dhjetës së re. Kurorëzimi i tyre është ideja madhore e lindjes së Krishtit nga nëna Virgjëresh. Në disa nga këto thënie Virgjëria e nënës Mari krahasohet me kalimin e qifutëve përmes detit kuq, që pas kalimit u bë përsëri pak apërcyeshëm ashtu si Shënmëria. Pasi lindi Jezu Krishtin, mbeti përsëri Virgjëresh, zonjë pa përlyer. Të dyja duken të minatyrshme, të dyja pranohen si çudi. Në rastin e parë, me urdhrin e prisit marr popullor Mojsiut, me lëvizjen e skeptrit të tij çuditbërës u hap deti, për të lënë të kalonin bijtë e Izraelit,
Edhe si kaloi më i fundit, u mbyll përsëri për të mbytur ndjekësit egjiptian. Përpara nesh qëndron tabloja mahnitëse në frymin e djatës së vjetër. Stihia i nënshtrohet vullnetit të magjistarit, dyshja popull Prius. Në rastin e dytë, përpara nesh qëndron vajza e zakonshme, së cilës në frymin e djatës së vjetër nuk kishte pse i kushtoi kurrfar vëmendje. Virgjëresha Mari, në fshehtësitë plot, po u ndjer i jep jetë foshnjës, lind jetën, lind mesin, jetën amshuar. Lindja është e jashtëligjshme edhe me natyrën. Vajza virgjëresh nuk e lindi foshnjën nga nevoja, e lindi fal çudisë, fal frymëzimit. Janë pikërisht çudia dhe frymëzimi ata që sipas ungjillit të zakonshme ne bëjnë të jashtëzakonshme, të përditshme ne bëjnë fest. Ndodhi duke u kundërvënë kuptimit të përgjithshëm të këtyre dukurive, por në Ungjill mbi këtë bazë predikohet ndërtimi i jetës në kundërshtim me përdhunimin e saj. Pra ndryshimi konceptual i jetës në djatën e vjetër me konceptin e jetës në Ungjill është kolosal. Po cila është arsyeja që qielli, se e parë me sytë e qiellit duhet shmuar dukuria në fjalë, duhet parë si rast i përveçshëm si vullneti të plot fuqishmit? Pra cila është arsyeja që qielli u çoi njerëzve një zgjedhje të tillë të fatit të tyre të ardhshëm? Shpjegimi është i thjeshtë. Bota eci përpara. I erdhi fundi i perandorisë romake, pushtetit të sasisë, mori fund detyrimi për të jetuar ashtu si ronte mbar populli. Prisit dhe popujt u ndan me të kaluarën, në vend të atij koncepti erdhi tjetri që lidhet me lirinë e individit, me lavdërimin e tij. Jeta e veçantë njerëzore me brendinë e re që shpalosi e mbushi hapësirën e gjithësisë, u bë rrëfenj perëndie. Në një vend të djatës vjetër thuhet se Adami donte të bëhej Zot dhe gaboi, nuk u bë, kurse me krishterimin, Zoti u bë njeri për ta bërë Adamin Zot. Pas një heshtje të shkurtër si mushka vijoi. Do ta vazhdojmë më pas bisedën tonë me këtë temë, po më përpara po i shmangem pak fillit të tregimit, më duhet të flas për diçka tjetër. Koha jonë e revolucionit është e mrekullueshme, me kujdesin që tregon për masat punonjëse, për gruan që në përgjithësi dhe për nënat në veçanti, për luftën kundër shfrytëzimit njeriut nga njeriu. Me këtë arritje të mrekullueshme do të mbetet e paharruar e pavdekshme, kurse për sa i takon çështjeve të tilla, si kuptimi i jetës, kuptimi i lumturisë për cilat flitet shumë, nuk shoh të re. M'duket se nuk flitet seriozisht, m'duket si mbeturinë qesharake asaj që thuaj në të shkuarën. Se deklaratat për prisit e popujt rrezikojnë kthimin në djatën e vjetër, në kohën e fisëve baritore. Kuptohet nëse arrin forcat për kthimin prapa të jetës të rrotës së historisë. Po për fat mirë kjo është e pamundur. Tani disa fjalë për Krishtin e Magdalenën. Në psallmet e javës së madhe në vigjiljet e vdekjes dhe ngjalljes së Krishtit flitet për këtë. Brendinë e psallmeve e dini, Larisa Fedorovna. Dua vetëm t'ju tërheq edhe një herë vëmendjen në atë që dini. Në gjuhën e vjetër slave, kishtare, fjala strast, pasion, ka kuptimin e fjalës stradanje, vuajtje. S'le dot pa vënë dukje se nuk më pëlqejnë as pak psallmet e së enjtës së javës madhe. Janë të mbushura me predikime për nevojën e frenimit epshit të largimit kënaqësive trupore. Gjithmonë më kanë tingëlluar të trasha vulgare, të tilla nuk e kanë poezinë e psallmeve në përgjithësi, me sa duket i kanë shkruar murgjër barkëndënj që u shkëlqejnë fytyrat nga dhjamosja. Dhe nuk është puna vetëm aty që gënjejnë, por e zëm se kanë mbrojtur ashtu si predikojnë. Puna është në brendësinë e këtyre psallmeve, sepse i kushtohet vëmendje pa përligjur forcës së trupores, të sensuales, në edhe të ngjallin krupën kur i dëgjon. Diçka dytësore, banale, ngrihet në lartësi që si takon, por e zjathat, më falni që s'po hidhem njëherë në parashtrimin e më kryesores. Gjithmonë ja bëj vetes pyetjen, përse emrin e Magdalenës e përmendim pikërisht përpara Pashkës së Madhe, në atë kohë kur Krishti vdes të ngjallët? Arsye nuk e di, por përmendja e fjalës jetë, e kuptimit jetës, përmendja e lumturisë, bëhet në kohën e duhur. Është koha e lamtumirës që u jepet këtyre dukurive me vdekjen e Krishtit, edhe e kthimit të tyre përsëri pas ringjalljes së tij. Dhe kjo thuhet me pasion dhe osana. Ka mendime që thonë se Magdalena është Maria e Egjiptit, por ndoshta edhe ndonjë Marie tjetër. Kush do të jetë, Magdalena i lutet Zotit. Lëshoje Zot fajin të largohet nga unë, si lëshojën flokët e mbledhur. Sa konkretisht dhe lehtësisht, sa i kapshëm është shfaqur ashku i shpirtit për falje. Sa i qartë është dhënë pendimi. Më poshtë, Magdalena i ankohet Zotit, se çdo natë që vjen i shton vesin, nga që i bëhet i papërmbajtshëm epshi. I lutet Krishtit t'ia pranojë lotët e pendimit,
t'ja vërë veshin pëshertimave të nxehta të rënkimeve të thella që i dalin nga shpirti i drobitur. I lutet të pranoj t'ja thaj këmbët e lagura të pastra me flokët e saj, dhe pas kësaj lutje në psalm, ushton klithma shpirtit të gruas e penduar. Mëkatet që kam bërë janë shumë. Fatet që më shëron ti o Zot janë të pafund. Ma aq pak fjalë është shprehur barazia e Zotit me jetën, e Zotit me individin, e Zotit me femërën. 18. Ajo ditë ishte njëra nga të paktat ditë pushimi. Në fillim Juri Andrejeviçi ndoqi kuvendimin e grave, gjysmë i shtrirë në divan, pastaj ushtri mirë. Zëri si mushkës i vinte përmes dërmitjes kapitse. Ajo që dëgjonte ja lëdhatonte veshin i jepte kënaqësi. Sigurisht tezat të Daikoljes janë, gjëra të dëgjuara i kam, po me çfarë talenti e me çfarë mençurie i parashtron. U ngrit nga divani dhe ju ofrua dritares. Tani gratë në dhomën tjetër bisedonin me zot ulët. Moti u përkeqësua, po ngrysej. Në oborë se nga erdhen fluturim dy laraska, kërkonin me sy vend sa më të përshtatshëm për të ulur. Era u shpërishte lehtë pendët, ulën në kapakun e kazanit plehrave. Pastaj flutruan në gardhin e kopshtit të shtëpisë pranë, u lëshuan atje edhe ecën me kërcimet ngadalta. Sorrat lajmërojnë dëborën, shkoi në përmendje doktori. Do të keni lajme, u dëgjua që nga dhoma tjetër zëri si mushës. O do t'ju vinë mysafir, o do të merrni letër. Si për të vërtetuar këto fjalë, u dëgjua zilja e derës së jashtme, të cilën para pak kohe kishte riparuar Juri Andrejeviçi. Larisa Fedorovna shkoi ta hapte. Nga fjalët e grave, doktori kuptoi se kishte ardhur motra e si mushkës, Glafira Severinovna. Mos u bët merak për motrën, si mushka është tek ne. Jo, nuk erdha për të, po se ke keq. Bashkë do të shkojmë se u bë natë. Erdha të jap këtë letër miku tuaj. Kam punuar në postë dhe më njohin. Një zot e di në për sa duar duhet ketë kaluar përpara se të vinte deri tek unë. E ka nga Moska, si thon pak. Mi 5 muaj rrugë ka bërë derisa mbriti tek i Zoti. Nuk e njihte kush. Më pyetën, u shpjegova se ne me të njihemi e kam mbruar. Letra ishte e gjatë, me shumë fletë, e zhubrosur, e lyrosur, me zarfin të hapur, ja dërgonte Tanja. Doktori e mori si t'ishte nëndër, nuk po i dukej se mund t'ishte vërtet. Kur e hapi ta lexonte, e dinte mirë në ç'qytet qytet ishte, në shtëpinë e kujt banonte, por kur zuri ta lexonte, u zhyt aq shumë në ato që shkruheshin, sa e humbit njësinë e realitetit. Si mushka para se të dilte, u përshëndet me Juri Andrejeviçin, por ky u përgjigj pa qenë atë, si më e prishur që ishte. Jura, i shkruan te Antonina Aleksandrovna. Ai mori vesh që lindë vajzë. Ja vura emrin Marie në kujtim të nënës sate, Sondierës Maria Nikolajevna. Na njoftuan se së bashku me disa veprimtar të shquar shoqëror, me disa profesor nga partia e kadetëve dhe disa socialistë të djathtë do na dërgojnë jashtë shtetit. Fatkeqësi më të madhe nuk ka, sidomos nga që ti nuk je me mua. Urdhri për nisjen është i formës së prerë, i duhet falur Zotit që u shkoi mendja kështu, ndonë se varianti ndërnimi është. Mund të ngjiste më keq, po të ishe ti me ne do të shkonim gjithë bashkë. Askush se di ku ndodhesh. Letrën po ta dërgoj me adresën e Antipovës. Asaj besoj se do t'i vej dhe do të kujdeset të ta dorëzoj. Më mundon frikë mos bie mbi ty hija e familjes time. Mos do të kesh pasoja. A do pranojnë më vonë të bëhet bashkimi ynë familjar? Zemra më thot se je gjallë dhe një ditë do të na dërgosh lajm. Deri atëherë kush e di, mbase kushtet e jetës në Rusi do të jenë të tjera. Ti përpiqo të vetë sigurosh ndonjë pasaport për jashtë shtetit. Do Zoti e bashkohemi, të rrojmë bashkë si dikur. Po, e di Juri, nuk më besohet se do na bosjesh një luptëri e tillë. Për mua është një hidhrim i madh që të dua, kurse ti nuk më do. Përpiqem ta kuptoj arsyeën të ti më rrimendje, nga nuk e kam kthyer për ta gjetur shpjegimin, po ja që nuk po arri dot ta gjej. Nuk e kuptoj më nga më erdhi gjithë kjo fatkeqësi. E di, nuk më sheh si më parë. Nuk e ke dashamirësinë e dikurshme për mua. Kurse unë të dua një lloj, sikur të mundje ta të përfituroja sa shumë të dua. E dua me gjithë shpirt gjithçka tënden, si të veçantën ashtu dhe jo të veçantën, si të zakonshmen ashtu dhe jo të zakonshmen që përmban shpirti yt. Të dua për fisnikrinë e zemrës, për talentin dhe përmendjen,
që ta kompensojnë aq mirë mungesën e vullnetit. Gjithçka jotja është për mua e shtrenjtë. Nuk di të ketë njeri më të mirë se ti në botë. E di Juri ç'do të them, edhe sikur të mos ishe kaq e shtrenjtë, edhe sikur të mos më pëlqeje aq shumë, përsëri një lloj do të dashuroja. Frika e një padashurie poshtruese dhe ndëshkuese në mënyrë krejt të pavëndishme më shtyn t'i ruhem mendimit se mund të mos të dashuroj. Do Zoti që mungesën e dashurisë as unë as ti të mos e provojmë kurrë. Zemra do të ma fshihte me çdo kusht, po për mua është e barabartë me vetvrasjen. Kurse të ngre dorë kundër teje nga që nuk më dashuron, këtë nuk do ta bëja kurrë në kurrës. Ende nuk është vendosur përfundimisht, po ka shumë të ngjarë të shkojmë në Paris. Do t'jem në ato vende ku të quan ty fëmijë dhe ku formuan si personalitete i madh dhe daja yt. Babai të bën të fala. Sasha u rrit, nuk është djalë i bukur, por është i fortë dhe burror, sa herë që të kujton i shkojnë lot madhe në përfaqe. Nuk mundem të vazhdoj më tej këtë letër, po mbytin lotët. Lam të mirë, me lër të bëj kryqin e fatbartësisë për gjithë kohën që do t'jemi të ndarë, të prifte mbara në jetë. Nuk të bëj me faj për asgjë, nuk të qortoj. Jetën rregulloje ashtu si duket ty më mirë. Kryesorja, kujdeso ta ndjesh mirë veten. Përpara largimit nga orali i tmerrshëm për ne aq fatal, u njoha me Larisa Fedorovnën. Jam mirënjohëse për vëmendjen që më kushtoi dhe për ndihmën e madhe që më dha. Nuk mundan ato ditë, për mua aq të vështira, me qëndroj pranë gjatë lindjes. E them sinqerisht, është njeri i mirë, por s'kam si e fsheh edhe këtë tjetrën, që unë dhe ajo jemi palë në lidhje me ty. Jam e lindur në këtë botë për ta thjeshtuar sa t'jetë e mundur më shumë jetën, për gjetur rrugën sa më të drejtë në çdo rast, kurse ajo është lindur për ta komplikuar jetën, për ta larguar tjetrin nga rruga e drejtë. Lam të mirë, erdhën për të më marrë. Jura i shtrenjtë i dashuri im shoq, bashkëshorti im dhe baba i fëmijëve tanë. Po kjo kështu ç'është. Ne të dy kur nuk do të shihemi më? Ja është edhe vetë që i shkrova këto fjalë, po ai kupton ç'do të thonë ata. Ai kupton. Po më detrojnë ta mbaroj letrën, kurse mua po më duket se erdhën për të marrë të më ekzekutojnë. Juri. Juri Andreviqi i ngriti nga letra sytë e përhumbur, të tharë, që nuk shquanin asgjë, që shihnin të mjegulluar përpara vetes të boshatisur nga vuajtja. As shihte, as dëgjonte, as ndjente, se ku gjendej dhe çfarë bënte. Nga dritarja, në muzikën e mbrëmjes, dukeshin të zymta flokët e dëborës. Era i shtynte duke i detyruar të binin pjertas dhe më dëndër, dukeshin sikur donin të arrinin tokën sa më parë, që të shtroheshin e të zbarnin, të preheshin aty. Juri Andrejeviqi i shihte dhe po i dukej sikur nuk ishin flokë dëbor ata që binin, por zbarnin intervalet mes rreshtave të zinj të letrës, mes germave të fjalëve, ato intervale i dukeshin të bardha deri në pafundësi. Rënkoi dhe mbërtheu fort krahërorin me pllomën e dorës. E kuptoi se pa humbte ndjenjat. Bëri disa hapa të pasigurta. Ju afrua divanit, duke u kolovitur dhe ra në llapi.